56% e parlamentit shqiptar është analfabet funksional në komunikim. Se ndoshta një ditë s'është ndjerë mirë, ndoshta është ndari nga i dashuri apo i dashura dhe se ka mendjen aty. Ndoshta ka një hall familjar dhe halli është shumë i madh se sa situata. Ndoshta mund të ndodhi që ka përdorur narkotik dhe duhet të heqë dorë nga kjo gjë, se kam pasur dhe historira të kësaj natyre. Egërsia e njeriut për njeriun në kuadër të formës të klikimit të gjithçkaje tregon që sa kujdes duhet kemi po s'përfshihemi në emocione që janë përtej nesh. I keni dëgjuar kur flasin në parlament, për shembull, po të dëgjosh Zekinen të Zëfrika, si ata që dalin aty ke rruga dhe bëjnë ta 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 ta. Kinotekën sot, drita në çdo sken, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje. Jam akoma në vibe-in e këngës Jola. Edhe unë po vazhdoj po kërcej, çfarë atmosfere, po ka mbëritur La Plendi këtu në Kinotek në Sol. Ka mbëritur nga ai poli i largët, si është ajo, në ato prallat e Andersenit, nga Finlanda, ku diun nga poli i veriut. E ndjeni miq atmosferën e festave të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri që po afrohet, apo jo? Ndjejmë edhe atmosferën, po edhe pak të nostalgjinë dhe melankolinë që ta sjellin detyrimisht këto festa, sepse fillon edhe bën ca llogari, kalkulime çfarë bëra gjatë këtij viti, çfarë nuk bëra. Megjithatë, si të dalin llogarit për shembull. Si kam bërë akoma. Akoma si ke bërë, mirë. Do më thuash kur ti bësh. Nuk i kam nisur ende, po e sigurt që do ta bëj një postim për mbyllës ashtu siç ndodh në çdo vit kur mbyllen 365 ditët. Dhe meqense atmosfera është e ngrohtë, sepse kështu duhet jetë atmosfera e muajit më të bukur të vitit sipas shumë njerëzve. Ne kemi në studio një personazh e cila na ka solli shumë dashuri, Viola. Jashtëzakonisht shumë që sa erdhi, na shkriu totalisht. Që shoqëroi një nga çunat. Ti ndjen atmosferën e mirë edhe energjinë e mirë që të sjell ky person. Nuk e kam pasur kur zysh, po do doja që në këtë bisedë ti drejtohesha me emrin zysh, Nora. Mirë se erdhe. Shumë kënaqësi që do të kemi në Kinotek. Nora Mala, një nga gratë më të nderuara besoj unë që ka sot jeta publike shqiptare. Wow, po më bëre të skuqe. Unë mendova se ju do fillonit Ora ziljam hyri frika, erdhi zysha në mësim, o bobo si smëra pika, kur ai thiri emrin tim. Më bëre me turp tash se mbaja mend tekstin. Po nuk ka gjë, është e kohës time, nuk është e kohës time. Koha juaj është bam bam bam, nuk e di se çfarë mund t'i japi muzikë. Po çunat mund na ndihmojnë t'i japin ndonjë kështu. Po ka ca këngë që duket sikur jetojnë në çdo kohë. Kënga e moshës suaj. Teacher. Tani nuk we don't need no validation. Pink Floyd. Bravo. Pink Floyd, po. Another brick in the wall. Yes. Një tjetër tull në murin. Ja. Tani, në murin e konformistëve. Zysha do të pyesim, me që jemi në atmosferë festive, ti si pret festat? Është dhjetori muaji yt i preferuar? Jo vetëm që është muaji im i preferuar, por për mua dhjetori është muaji më i bukur, sidomos periudha para festave. Pra gjithë kjo periudha, atmosfera derisa mbrin Krishtlindje dhe pastaj viti i ri, janë një energji aq e bukur sa që ajo ngacmimi dritave, dëshira për të blerë, dëshira për të dhuruar, dëshira për të marrë dhurata, dëshira për të kujtuar ngjarjet e bukura të jetës, dëshira për të pasur pranë fëmijët të afërmit të dashurit, telefonat që bëhen hera herës, lista që bëhet për të bërë këtë dhurata të për ta vënë poshtë pemës, apo gjithçka tjetër që lidhet me artin, me kulturën, me muzikën, dëshira për të dëfryer pak, dëshira për të përdorur më shumë të kuqen që është ngjyra që ndez dhe është ngjyra që krijon në psikologji një energji pozitive dhe një drithërim të bukur, dritat e qytetit, fëmijët që lodrojnë,
të moshuarit që në fund të ditës nuk ndjen të vetmuar, qoftë edhe në praninë e dritës apo qoftë edhe në përkushtimin e fëmijëve, apo edhe nëse s'janë përkushtuar në emisionet tona për t'i kujtuar që duhet përkushtohen pranë tyre, të gjitha këto e bëjnë shumë madhështore Krishtlindjen, aq më tepër pastaj ato darkat kur ndizet zjarri, kur ti pi një kakao të ngrohtë dhe kur shef ato filmat e Krishtlindjes që të bëjnë që të jesh aty në atë batanien me pellush, pa pellush, me atë që na ka bërë nëna ose me ca gjëra të tjera, ti kujton dhe thua që sa e bukur është jeta, ndonse vrapi i jetës, dhe kjo është një, si tha, i zbukuroj, por nuk gënjej, se kur vjen data 1 ti ke kuptuar që ka ikur dhe një vit, ti je rritur, ndërkohë gjërat kanë vrapuar fort, por ndërkohë ti përgatitesh për të filluar një vit tjetër, më sfidant dhe për të kuptuar që në rritjen tënde, paralelisht me sukseset apo me dështimet, ti jeton dhe kap ritmin e jetës. Është e vërtet dhe duhet karikohemi mirë dhe të festojmë festat, se nga 1 janari deri në 7 mars nuk ka më ditë pushimi, nuk ka më festa. Dhe është një periudhë depresive të mërshme, domethënë. E do janari duket sikur zgjat 3 vite. Po shkoj një sekondë se doja ta pyesja për diçka, për këtë atmosferën e vitit të ri. Dikur duke kaluar me një mikun tim aty te sheshi Skënderbej, ishte periudhë festash, ndoshta midis Krishtlindjeve dhe vitit të ri, ai 5 ditëshi, apo ndoshta edhe para Krishtlindjeve, dhe po shifnim shumë çifte. Edhe po bënim kështu një vëzhgim sociologjik, dhe më tha ky shoku që tha asaj më duket se ishte edhe single ky atëre. Tha asaj bezditshme, tha, është kjo periudha kur fillojnë edhe të çiftohen njerëzit tash, tha, kështu lindin këto dashuritë. Është vërtet kjo? Që kështu ndjen nevojën që të gjesh një partner, një të dashur, ë? Festat, në Viola, mbaj vesh ti se ne i kemi mbyll këto punë. Tash ne po unë kam mbyllur me kohë, unë jam në stadin e tretë, në stadin më të bukur të gjyshërimit, që është cikli më interesant i njeriut, po festat janë një moment shumë i fort emocional dhe ata njerëz që i ngjen vetëm i jep një lloj trishtimi dhe ka nevojë për të vrapuar. Është një lloj amoku në aspektin psikoemocional, ti ke dëshirë ta ndash festën me një shok, me një mike, me një mik, nuk ka rëndësi nëse ke të dashur apo jo, nëse ke mundësi për t'u njohur nëpërmjet gotës së verës, nëse do bësh një kështu party alla piçama me gocat, apo do shkosh diku të gëzosh pafund, apo do marrësh një udhtim. E rëndësishme është që festa të mos i të ndijnë vetëm. Vetmia në festa është një trishtim i madh dhe unë mendoj që pikërisht në këto ditë që neve dhe flasim dhe krijojmë këtë atmosferë, duhet të sensibilizojmë njerëzit për të mos i lënë njerëzit vetëm. Të gjejnë dashurinë për festa. Po pse jo? Jo vetëm aq, por nëpërmjet radiove të televizionit apo radios vet, edhe nëpërmjet emisioneve tuaja, t'i jepni dhe emisione të dedikuar dhe për ata që janë të vetmuar, që të mos ndjehen vetëm, dhe për t'i bërë ata pjesë të gëzimit njerëzor, se gëzimi njerëzor është vlera më e madhe që njës njerëzore dhe kthehet në vlerë hyrnore, që do të thotë e bukura qëndron ke emocioni, qëndron ke kartolina që shkruhet, qëndron ke kënga që dhurohet, qëndron ke një dhuratë shumë e thjeshtë. Më kujtohet në kohën time ka qenë mbusheshin ca qese të vogla ku brenda i dhe një portokall, një moll, ca karamele zana, një 2 arra, ndoshta edhe ndonjë lek i vogël, por që kishte kuptim kur ja jepe një fëmijë apo kur shkoje ke një moshuar, se ishte thjesht mendimi, jo dhurata, ajo që e bën njeriu që të jetë i prezent festës. E kemi humbur ne këtë vlerën e gjërave sentimentale, se duket sikur çdo ditë më shumë ne flasim për materializmin. Edhe sikur i gjykojmë këto dhuratat e thjeshta po të bëra me shpirt nëse nuk kanë një vlerë të mirë materiale. Mendoj që në fillim trentuam, mbas viteve 90 të vraponim mbi gjërat e shtrenjta, sepse na u duk glamuri ose ajo që shkëlqen, si vlera më e madhe njerëzore. Pastaj kuptuam që jo çdo gjë që shkëlqen është arë. Sepse vetë bota sot është një botë e rreme që na e lyen një gjë me shkëlqim, por në fakt ajo mund të jetë një kallaj, një gjë që thyet. Dhe papritur po kuptojmë dhe po ndërgjegjësohemi që vlera më e madhe nuk është vlera në kosto, po është vlera në mendim. Dhe vlera në mendim do të thotë që ti të mendosh për dikë, dhe që të mendosh për dikë, dhe për dikë nuk është vetëm një person, po për dikë janë prindrit, janë të afërmit, janë njerëzit, ti mund të bësh një listë, si që bëjon me Solejn, besën time, dhe ulemi, shkruajmë listën dhe vendosim se çfarë dhurata minimaliste, por me
nga një thënie ja bëjmë të gjithëve për të kuptuar që duke u rritur ajo me këtë edukat, nesër unë jam e bindur që kur ajo të bëhet e rritur dhe e madhe dhe të krijojë familjen e saj, do të japi shumë dashuri, sepse dashuria edukohet. Jo vetëm mësohet, por edhe modelohet nëpërmjet frymëzimit të njerëzve që i ke rreth e qark. Shumë e rëndësishme që të buzëqeshim këtë muaj dhe të japim buzëqeshje dhe të falim dhe ata që në një mënyrë apo në një tjetër na e kanë bërë jetën pak malore, pra pak të vështirë, për të kuptuar që sfidat e eksperiencave në dështim janë shumë të forta se sukseset dhe mbahen mend shumë mirë dhe duhen provuar, ndërkohë që nga ana tjetër nuk ka rëndësi se sa shumë lek ke apo sa pak lek ke. Ka rëndësi sa mendje të madhe ke, dhe kjo mendja dhe zemra e madhe lidhet me emocionin duke dhuruar një drer, duke dhuruar një kapuç, duke dhënë një gotë të kuqe dhe ti do ta kesh aty në përditshme në 360 ditëve të vitit, duke marrë një kartolinë apo duke marrë diçka që mund ta kesh ke tavolina, apo qoftë edhe një blok shënimesh me një kujtim, apo qoftë edhe një nga këto zbukurimet e vitit të ri, e pemës së vitit të ri, ku ti e vënë emër dhe shkruar një emër aty, emrin e atij njeriu apo atij personit që ti e do fort, ose qoftë edhe duke çuar një mesazh, po jo mesazh nga këto mesazhet që është për të gjithë, po mesazh zanor të dedikuar secilit për treguar që në ditën më të rëndësishme unë jam pranë teje dhe po t'jap atë që quhet zëri im që është shpirti im. Shumë e bukur, shumë e bukur. Shiko, Nora ka qenë zëvendës ministre e arsimit apo jo, jam i sakt. Do të thënë kam qenë zëvendës ministre për 8 vite në 2 qeverit, e vetmja në historinë e Shqipërisë. Dhe nuk jam qenë se isha ndonjë, do me thënë, e pazëvendësueshmja, po thjesht sepse të dyja palët, edhe qeveria e djathtë dhe qeveria e majtë, kuptoj që unë vija nga profesioni i mësuesisë dhe i profesorllëkut dhe kuptoj duhet jepja ca kontribute, kështu që unë jam falendërues për gjithë ata që besuan ke unë dhe besoj që unë bëra ca gjëra, ndoshta jo shumë, po do vim. Po unë pra si Viola doja të them zysh Nora, e kupton se nuk po gjëja do. Nora më thotë edhe qeveria. Do me thënë. Vetëm se duhet janë nxënës të dobët. Do flasim. Doja do të pyesja, është e nevojshme që dhe pse duket që ka mungesë të edukimit dhe të edukatës sentimentale, meqense po flisnim në kuadër gjithë kësaj. Pra, edukimi intelektual, informimi, pra formimi në aspektin e informacionit edhe të njohurive është i rëndësishëm. Por duket se na mungon edukimi sentimental. Çfarë është edukimi sentimental dhe pse është kaq i rëndësishëm? Sepse ne na mungon empatia. Dhe sot jo vetëm ne, po edhe bota e zhvilluar, pra gjithë vendet nordike kanë menduar që ta fusin në kurrikull empatin. Dhe ç'është empatia? Është që unë të futem në lëkurën tënde, pra të iki nga Nora dhe të futem ke ty dhe të ndjej si puna e këmbëve në këpuc, të ndjej dhimbjen por edhe përkëdheljen, të jap afirmacionin po të bëj edhe oponencën, pa urrejtje, me dashuri. Të bësh oponencë me dashuri do të thotë që nëse unë këtë e shoh të kuqe dhe nuk shoh të bardhë, ke gota, dhe ti shef të bardhën po nuk shef të kuqe, unë mund të them shiko se ndoshta nuk e shohim mirë ne të dy këtë gjë. Dhe mbase mund të vi një tre dhe vjen Viola dhe thotë shiko aty brenda ka edhe të kuqe dhe të bardhë. Atëherë ne duhet të bëhemi të gjithë bashk për të kuptuar që e vërtet të vërtetën e dua dhe duhet të ma thuash, por duhet të ma thuash me kujdes dhe me dashuri. Dhe kjo mësohet nga 0 deri në 5 vjeç dhe nga 5 deri në 12 vjeç. Më pas është shumë vonë. Kjo është ajo që përbën lidhësin human. Lidhësi human është elementi më i veçantë që e kanë vetëm humanët dhe humanët futen dhe kafshët. Ju e keni parë çfarë dashurie japin kafshët dhe po të shikoni në të gjitha këto rillit e ndryshme, atje shikon një dashuri pa kushte, se si për shembull luaneshën e ka ujku, ka vetëm një, ulkonjën dhe nuk tradhton, dhe fëmijët i ruan deri në momentin kur ata rriten dhe të vazhdojnë jetën e tyre, por llojin e tyre nuk e han kurrë. Ndërkohë që çuditërisht që nga njerëzore kocka nuk ka, për kocka t'y thyen dhe do të haj llojin e tij.
kjo tregon që ne nuk kemi empati për njëri tjetrën. Kjo tregon që ne kthehemi nga qenie që thot Aristoteli kafsh politike në qenie kafshërore instiktive. Dhe kur instinkti mbijeton dhe mbisundon, emocioni dërmohet dhe njeriu shtazërohet. Zëshnora, se në fakt duke qëndruar te kjo bised, ju keni qenë grua në politik, aktiviste, nën, tashmë edhe gjyshe, pra keni provuar thuajse gjithçka. Unë do t'i rikthem një raporti të OKB-s, i cili ka dalë pak ditë më parë dhe do doja një koment nga ju. Në botë, globalisht, gati në 1 orë në mos gaboj, do duhet ta shoh për t'ju referuar saktësisht, por numri i grave të vrara nga partnerët e tyre ose nga njerëz të afërm familjar është shumë i lartë dhe tronditës. 10 më duket çdo orë 10 mos gaboj. Çdo orë 10 gra nëse jemi të saktë në gjithë botën, ëh? Po, në gjithë botën. Në gjithë botën, po. Si e komenton? Tani kjo është një shifër e frikshme që çdo koment është i tepërt, por unë përsëri dua t'i rikthehem asaj për cilën edhe jap kontributin tim në universitet, psikologjisë e edukimit. Shumë e rëndësishme është formati dhe forma e edukimit kur vim në jetë. Ne në fakt të tre këtu, kur kemi ardhur në jetë, nuk i kemi kërkuar prindërve që do vim. Na sollën ata, nuk zgjodhëm as vendin, as llojin, as racën, as vendin, familjen, as ngjyrën, as familjen dhe prindërit janë të parët qenie humane që kanë përgjegjshmëri biologjike dhe sociale për rritjen e fëmijës. Dhe prandaj shumë e rëndësishme është prindërimi, se nëpërmjet prindërimit edukohen edhe rregullat dhe sjellja. Tani është momenti që ta hap unë veshët. Po. Që do të thotë, kur vjen një fëmijë në jetë, nëna dhe babai duhet jenë shumë prezent në jetën e fëmijës. Babai ka një rol vendimarrës në qetësimin e fëmijës dhe thuhet, nëna është qenia humane e cila të jep të gjithë shijet e jetës. Të jep gjithçka që ti duhet ta kesh në emocionet e tua dhe në atë që quhet vibrimi jot për të qenë empatik. Dhe shpesh herë thuhet, nëse do të shohësh djalin, shihi nënën, dhe nëse do të shohësh vajzën, shihi babain. Kurse babai është mali mbrapa që të qëndron mbrapa shpinës dhe ti ke mundësi të mbështetesh lirshëm për të çliruar të gjithë energjitë tua negative dhe pozitive. Që do të thotë, nuk edukohen vetëm djalë dhe vajzë, po duhen edukuar si qenie humane që çdo veprim në shërbim të vetes duhet ta bëjmë vetë. Pra nuk ka role të ndara dhe punëra të ndara, po duhet vajza dhe djali të shërbejnë në radhë të parë vetvetes. Duhet që nëna dhe babai të mësojnë që kur janë të vegjël të rregullojnë krevatin e tyre. Jo pse duhet të jenë nesër shërbëtor të tjerëve, por se nëse ti rregullon krevatin në aspektin psikoemocional, ti je i gatshëm nesër ta përballësh jetën vet dhe të mirë menaxhosh jetën. Nëse ti je pritës, ti do kthehesh në qenie vulnerable, dhe duke qenë qenie vulnerable, do kesh mundësi t'i vësh të tjerët në vulnerabilitet, pra t'i vësh nën vetes tënde. Duhet mësuar që familja është thelbi i identitetit dhe ajo që quhet rrënja jon. Dhe nuk ka rëndësi nëse hahet apo nuk hahet shumë mirë, ama patjetër duhet ngrënë një supë në shtëpi. Dhe këtë mund ta bëjë dhe nëna dhe babai, se dhe nëna është e lindur për të përgatitur ushqimin, por dhe babai duhet ta mësoj këtë gjë se nuk ka gjë më të bukur se sa kur shef një baba që po ndihmon nënën duke gatuar dhe teksa ata gatuajnë ti dëgjon bisedën e tyre dhe bëhesh pjesëmarrës për treguar që ne qëndrojmë bashk pa vënë roje njëri tjetrin. Ka një poezi shumë të bukur, Kalinga Blani, një nga poetët më të mëdhenj indian, i cili thotë: duajeni njëri tjetrin, por mos e vendosin në roje njëri tjetrin. Hani nga i njëjta bukë, po jo nga i njëjta çap. Pini nga i njëjti ujë, po jo nga i njëjta gotë. Sepse edhe ëngjit në tempull qëndrojnë veç e veç
ashtu si telat e violinës, por është dora, pra është dashuria. Ajo që kur bie, nxjerr tingullin më të bukur. Ndaj nëse ne do edukojmë një djalë që ta glorifikoj dhe ta dashuroj vajzën, gruan, nënën, të di t'i dhuroj lule, të di të qeshi me të di të kërcej me të, po këtë duhet ja mësoj nëna, unë ja u garantoj që nuk do kishte më gra të palumtura dhe nuk do kishte më burra të paralizuar, sepse një mbret nuk mund të qëndrojë në fron nëse nuk ka një mbretëresh. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që nëse çuna doni të quheni mbretër, respektojini, duajini mbretëreshat tuaja, se do t'ju bëjnë qenie të palëvizshme në këtë tokë, por edhe në botën e përtejme, si do jeni njerëz të bekuar. Pra, që ta kuptojmë, nuk ka nevojë të prisni festat specifike për dhuruar lule, tani direkt pas intervistës, me që jeni rrugës duke u kthyer për në shtëpi, shkoni dhe blini një buqet, qoftë për nënën, të dashurën apo për blini një tre, për motrën, për të dashurën, për nënën dhe për shoqen. Edhe për violën. Për violën patjetër. Ju që na dëgjoni, që na ndiqni. Unë ç'a mund të them, domethënë. Jo, ishte shumë e bukur edhe vërtet empatia mbetet vlera më e lartë njerëzore. Sa të mirë që jeni të dy. Teksa më dëgjoni unë them wow, sa të mirë. Gjithmonë kam thënë, se shpesh herë janë këto luftat midis brezave që jo, si janë këta studentët. Unë di të them, jeni shumë të mirë se ne. Pse? Sepse edhe kur kopjoni, thoni ore kopjua. Nuk bëni sikur. Por edhe kur nuk dini, thoni nuk dim, por ndërkohë keni një aftësi që ta përthithni atë që e pëlqeni dhe e bëni tuajën, dhe kjo tregon që nuk keni frikra. Para ca kohësh kam shkruar një libër me profesor Xhevdet Zekën, që e përshëndes shumë, dhe titulloi Të kesh frikë është mirë apo keq. Si mendoni ju? Është njerëzore, nuk është mirë. Është shumë mirë, se frika ndonjëherë të mban me këmbë në tokë. Po, dhe atje un kam trajtuar disa probleme që lidhen me ekuilibrat e botës njerëzore në qasje individuale dhe sociale. Ne problemin e kemi me vete. E kemi shumë me vete. Unë mendoj që të mos kesh frikë është patologjike. Është formë të çrregullimi. Pra, të kesh frikë është njerëzore. E ke dëgjuar atë kur thonë ua, pse bëhesh si budalla? Për shembull, Imbire kishte shumë inat, po ti thoje more budalla. Gjëja që nuk e pranonte kurrë në bashkëbisedim kur ishte i vogël, e kishte këtë fjalë, sepse e terrorizonte fjala që ti je pa norma, kështu e përkthente. Dhe në fakt është fjala më e frikshme që prindërit ja u thon pa problem fëmijëve. Pa e menduar budalla që je. Po pse e kaq budalla, mor djalë? Po kujt i ke ngjar, mor djalë? Më mirë një copë dru të kish se sa të bër aty. Unë kam dëgjuar edhe një version shumë të tmerrshëm të kësaj copës së drurit, po nuk po e them sigurisht, se nuk është etike. Megjithatë ka gjëra pa fund. Por çështja është që duket sikur na mungon diçka që jemi shoqëri kaq e dhunshme dhe po guxoj ta them edhe maskiliste në raport me gratë, me vajzat. Dhe ka arsye historike kjo patjetër, sepse të gjendur në kushte tejet vështira politike historikisht, shqiptarët janë detyruar që të ndërtojnë dhe të mirëmbajnë shtëpi pushke për ekzistencën e kombit. Po, unë në fakt ato statistika nga OKB-ja i solla jo pa qëllim për të kuptuar që ne nuk kemi të vetmit ku pas ka problematika të tilla. Jo. Pra, gjithë kjo lufta kundër figurës femërore ndodh globalisht. Dhe historikisht. Po ti ke për shembull që nga Greqia e lashtë, ne themi demokracia, Platoni, Aristoteli, po, patjetër. Po ata ishin jashtëzakonisht maskilist. Gruaja s'kishte të drejtën e votës, ishte e mbyllur në shtëpi. Domethënë ishte gjysmë burri. E njëjta gjë ishte edhe se po të marr kohën, ishte në shoqërinë romake, perandoria e ndritur romake, ishte tejet maskiliste, tejet e dhunshme dhe shtypse ndaj grave. Po për të ardhur tek Shqipëria, pra, shkaqet historike dhe sociale i kuptoj, po tashmë jemi futur në një epokë që këto dhe duhen të i kaluar më. Ato duheshin të ishin të i kaluar, por ne fatkeqësisht jetojmë në tranzicion. Jemi tranzit. Keni parasysh atë filmin Tranziti? Që qëndroj ai në Mel Gibson
qëndroi se nuk mund të shkonte dot sepse në vendin e tij filloi lufta dhe u detyrua të qëndronte disa gati një muaj se nuk dilte dot as në Amerikë dhe gati një muaj aty brenda dhe ai është një nga filmat më të bukur psikoemocional sepse tranziti quhet në aeroport. Në aeroport. Që qëndroi në tranzit. Në aeroport. Po. Dhe që ai duhet të mbijetonte për të jetuar, të mbijetonte për të krijuar raportin, të mbijetonte se duhet ta hante se s'kishte dhe lek. Dhe në të gjitha ai ndryshoi sjelljen, papritur ai u kthye nga një qenie tjetër në një qenie tjetër qenie përshtatëse. Çfarë na ka ndodhur ne? Për fatin ton të keq, ne nuk e kemi kaluar të gjitha ciklet e asaj që quhet ndryshime që nga feudalizmi deri në atë që u quhet socializëm. Ne kaluam nga feudalizmi në kapitalizmin më të thellë, më të egër, që është sot vala më e lartë e imperializmit, që do të thotë gara është e tmerrshme, ku njeriu për njeriu është më shumë se sa ujk dhe ku tendenca njerëzore është të zhbëhet forma njerëzore. Dhe po të shikojmë të gjithë llojet e tendencave janë që botën e madhe ta globalizojmë dhe në globalizimin e saj të humbasim identitetet e kombeve. Të humbësh identitetin e një kombi do të thotë mos e lexosh mirë historinë e tij, mos e kuptosh në cilat kushte ka qenë ai. Ne po të shohim në të gjithë Europën edhe në Ballkanin jemi ndoshta nga vendet e vetme që kur nuk kemi qenë agresor, po kemi qenë pritës. Asnjëherë nuk kemi pas tendencë të marrim toka, por na kanë marrë dhe kemi qenë prap fisnik se kemi pranuar që forcat e mëdhaja të ishin pjesë e një gjëje të mrekullueshme që Perëndia na e dha dhe na e dha me bollëk të madh, na dha pikërisht pozicionin gjeografik, që është ndoshta pika jon më e fortë, është si themra e Alkimedit ku ti mund vendosësh atë levën dhe të lëvizësh botën, prandaj dhe jemi të tillë, por nga ana tjetër, duke qenë se jemi një popullat e vogël, jemi shumë kushurinj me njëri tjetrin dhe historia ka treguar që në 34, 35, 36 vite që po shkojmë, ne nuk bëjmë gjë tjetër vetëm se nuk prodhojmë politik, po prodhojmë pushtet mbajtje. Unë në karike, pastaj ti në karike, pastaj prapë unë në karike, dhe i ndajmë unë dhe ti duke krijuar, duke prishur ato që quhen rrafët koncentrik të raporteve sociale. Ne nuk kemi më shtresa. Shtresëzim të mesëm, intelektual, bujqës, fshatar, qytetar, nuk kemi. Kemi ndryshuar konceptet, kemi futur një term të ri që i pasuri ka status, kurse të tjerët janë të varfër. Dhe kemi pranuar që intelektualizmi është pseudo, për arsye se nuk na i buk dhe nuk na pasuron shpejt. Dhe kam dëgjuar para ca ditësh profesor Fugën, që më ka pëlqyer pafund në idenë që tha që fatkeqësisht gruaja nuk arriti, apo lëvizjet e ndryshme në Shqipëri nuk arritën të kuptojnë ç'është feminizmi. Feminizmi për të qenë pjesë reale e realitetit ku ne jetojmë. Pra, në vitet e socializmit gruaja u kthye në një model grua burr, jo për fajin e saj, por për arsyet të rrethanave dhe të asaj politike, dhe më pas gruaja u pas jo vetëm si seks i bukur dhe riprodhues, por dhe i barabartë me burrat, ndërkohë që nuk mund të kemi barazi në gjini, sepse kemi dy gjini të ndryshme, nuk kemi sesi, por duhet kemi barazi në raportin social të gjinive. Pra, të njëjtën punë që bëj unë dhe të njëjtën vlerë që bëj unë dhe duhet ta marr, pa çka se ti je djalë dhe unë jam vajzë, pa çka se unë bëj dhe një gjë tjetër që ti se bën punën e papaguar, sepse unë ndan keq rolet, ndërkohë që ti dhe unë duhet bëjmë punë të papaguar në familje. Pra, secili ti shërbej vetes dhe të gjithë bashkë ti shërbejmë njëri tjetrit. Kjo kërkon një shkallë inteligjencë më të lartë dhe kjo kërkon një zhvillim që për fatin e mirë unë duhet të them çiftet e reja po e kanë përqafuar. Kërkon emancipim, po themi. Bravo. Kërkon emancipim dhe emancipime di ç'do të thotë, do të thotë që gruaja, faleminderit, gruaja të ndjehet e vlerësuar nga buri të ndjehet i dashuruar nga gruaja dhe të dyja palët të japin dhe të marrin si enët kartesiane. Se një herë do t'rregoj një histori. Po, dhe unë do vazhdoj të kokoshka nga Cineplex. Po, një herë vendosën kafshët ta thrisin Zotin në interpelancë. Nuk është historia ime, po e ripratësoj.
vjen nga filozofia e Aristotelit, po unë po e sjell pak më të thjesht për dëgjuesit, që të mos ta bëjmë shumë filozofike. Dhe i tha, i than, ishin shumë të shqetësuar me këtë kafshën njeri që kishte krijuar ai. I than, çka ke bërë? I tha, ne na ke krijuar të gjithë llojet tona dhe ne jemi shumë kujdesshëm që ajo që kafsha më e madhe ha kafshën më të vogël, por ne kur nuk ham llojin ton. Ti si ç'ke bërë një njeri, tha, që u more kaq shumë me këtë, tha. Edhe tha, këta po prishin det liçenet, lumenj, po na han ne, po kuptojmë asgjë ç'po po ndodh. Zoti, që ishte shumë i përgjegjshëm, dhe që parlamentin e kishte real dhe jo virtual, i tha, do më jepni kohë, tha, që të mendohen dhe t'ju kthej përgjigje. Po sa kohë të duhet, i tha. Ai tha, të paktën i tha, më duhet 2 muaj. Mbas 2 muaj unë mblodhëm përsëri, tani kishte dhe media, se dhe në atë kohë kishte njerëz që e çonin lajme. Po, dhe media ishte shumë e interesuar se tani do bëhej një ndryshim i fort dhe këta do kuptonin ç'ash kjo kafsha njeri, që qen ka dhe kafsh, po siç ka dhe një qasje tjetër se flet, ndryshe nga ne që kemi tingull. Dhe Zoti i tha, ti ju keni shumë të drejtë, tha. Unë kur vendosa të bëja njeriu, tha, mora gjithë kohën time. E latova, e përpunova, e bëra të përsosur, mora pak nga gomari, mora pak nga ujku, mora pak nga lopa, mora pak në vite të caktuara, i dhash dhe kohën e viteve, në ciklet të caktuara që ai ta bënte punën e tij, por i tha, i lash një sekret. Çfarë than këta? Ai njeriu që shihni ju, nuk është i plot. Si s'është i plot? Që të realizohet i plot, duhet të ketë gjysmën tjetër. Pra nëse njëra është gjysmë femër, duhet të gjej gjysmën tjetër mashkull. Dhe për këtë tha kam bërë vetë në gjithë milionat e njerëzve 17 deri në 34 çifte që mund të jenë unik. Kjo tregon që njeriu realizohet kur gjen gjysmën e tij, as më të mirë, as më të keqe. Po gjysmën që e bën të njëjtë. Pra, lufta më e vështirë e qenies humane është të gjej gjysmën burri, gjysmën gruan, apo gruaja gjysmën burri. Atëherë përbën unitetin e plot të formës dhe përmbajtjes, dhe kjo quhet kryevepra njerëzore, që është njeriu në unitetin e tij, duke qenë kopja e realizuar në qindra kopje që ti mund të gjesh. Prandaj sot bota ka përparuar dhe në raportin dhe në dijen dhe në emocionin, dhe prandaj themi, vështirësia më e madhe nuk është të gjesh njeriu, po të gjesh gjysmën tënde, që të kuptoj, kur ti bashkë me gjysmën rritesh, përpunohesh, pa egoizëm, pa inat, me dashuri, dhe duke kuptuar që në fund, jemi qenie humane, që në këtë rrugë rrugtojmë për një periudhë kohe të caktuar, aq sa na e ka lënë Perëndia. Zhnora, do të qëndroja te kjo fjali e fundit që ju thatë. Të gjithë ne kemi një kohë. Edhe ka shumë, do doja që të shtoja të replikoja gjithmonë për hir të argumentit, po. Po. Ne gjithë kemi një kohë të caktuar. Pra kur vim në jetë, dikush më i fuqishëm se ne, mbi cilin nuk kemi njohuri edhe të dhëna për ditur formën fizike, në ka caktuar edhe ditën e largimit. Por për të ndalur tek ju, cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tuaj? Ai që ndoshta ua ka vënë në pikpyetje arsyet e ekzistencës. Unë kam kaluar shumë momente të vështira. Kur kam qenë fëmijë në moshën 5 vjeçare, kalova një melingit akut. Që do të thotë atëherë për herë të parë ka qenë një doktoresh Conchita, shumë e mirë. Spanjolle, ra një grip këtu në Shqipëri, në atë kohë. Mi pren shpresa, ma morën 3 herë palcën e kurizit, po ja që unë jetova. Aq sa prindrit e mi menduan që unë nuk do hecja dhe ndoshta do isha njeri me aftësitë kufizuara. Në fakt nuk duket, sigur kam aftësitë kufizuara. Kam edhe unë aftësitë e mia, po unë tentoj. Pastaj ka qenë rrugtimi gjatë kur më kujtohet
kur linda djalin, kalova përsëri një periudhë të vështirë. Kalova një rubeol që duhet ta dështoja dhe pastaj s'kisha shpresa për të lindur më. Prapë sfidova. Dhe thash unë do ta mbaj sido që të jetë. Zoti prapë më deshi. Më do shumë mua Zoti, sepse ka kuptuar një gjë në raport me mua. Unë raportin e kam me shpirtin, nuk e kam me lekun. Pra unë historikisht nuk kam punuar për lek. Leku ka punuar për mua. Pra, për çdo punë që kam bërë, kam marrë vlerën jo absolute, po të qëndrueshme për të jetuar një jetë të mirë. Po brenda vetes jam shumë e pasur. Jam jashtëzakonisht shumë e pasur. Dhe e them këtë që jam jashtëzakonisht shumë e pasur sepse në momentet më të vështira të jetës time kam gjetur gjithmonë miq, ish nxënës të afërm që më janë gjendur pranë dhe kam kuptuar që jam sfidante. Nuk mërzitem kur më dalin rrudhat. Nuk mërzitem kur tregoj moshën, më pëlqen mosha, megjithë që Nietzsche thot kujdes me gratë që tregoj moshën se janë të rrezikshme. Unë jam 26 vjeç. Unë jam sapo kam mbushur 61, kam hyrë për 62, tani ja kam hedhur, tani nuk kam kaluar gjysmën e shekullit, tani nuk ka rëndësi, tani nuk kam nevojë të them moshën, tani nuk do them më moshë, tani do them që unë jam. Dhe kjo është të ekzistosh, sigurisht ka pasur dhe momente të tjera të vështira, të disa ndërhyrjeve që unë nuk dua t'i përsëris më, dhe që i kam të mbyllura, por kam thënë një gjë. Covid-i fundit ishte më i frikshmi dhe ka lënë shumë probleme. Me zi hipishkallët, nuk mbaj mend, e ca gjëra të tjera, natën lë me dhimbjen, por kam vendosur. E kam bërë dhimbjen xhan. Dhe kam thënë kjo i përket Norës. Dhe nuk duhet shqetësoj as bashortin, as djalin, as vajzën, as mbesën, as njeri. As studentët që çdo ditë kur më shohim të nzysh si je. Dhe unë them jam më mirë se dje, po nuk e di nesër a do jem më mirë. Por një gjë kam, garanci ke vetja ime. Nëse e doni edhe sëmundjen tuaj, ja u garantoj që dhimbja bëhet e bukur. Se nëse nuk të dhëmb një gjë, ti nuk kupton që je qenie njerëzore. Ç'të shtosh më shumë? Po ç'është un kam ja ca minuta që vetëm po dëgjoj. Në fakt un e dija që në nisje të kësaj bisede që me zyshën do jemi gjatë gjithë kohës duke mësuar gjëra të reja dhe unë po e shoh edhe si një seancë ku ne le të themi që të themi pak shpirtërisht. Është një seancë terapie e mirë filloi. E vërtet. Por unë ashtu vendosa. Që ne ta bëjmë një terapi së bashku e të dëgjuesve. Duke vënë unë veten time në bankën e provës dhe ju keni të drejtë më bëni gjitha llojet e pyetjeve me pull të kuqe pa pull të kuqe dhe unë të kaloj ke niveli tjetër nga përgjigje pyetje ke niveli çfarë duhet të menduar. Është shumë e rëndësishme që ti të mirë orientosh raportet e njerëzve sepse problemi më i madh joni di cili është? Mungesa e komunikimit. Ne nuk komunikojmë, ne urdhërojmë. Pra edhe kur mendojmë që po komunikojmë, në fakt jemi thjesht duke vendosur hierarkinë. Kështu duket në pjesën më të madhe. Pra nuk dëgjojmë njëri tjetrin dhe ky është një problem që shpesh e themi. Në fakt po kam përshtypjen ne nuk komunikojmë se ne nuk dëgjojmë, ne nuk dimë të dëgjojmë në fakt. Problemi më i madh ky është dhe çfarë ndodh? Këtë kam parë për herë të parë kur kam qenë mësuese ke gjimnazi që Malstave në 93-shin. Isha shumë e re, sa kisha mbyllur ciklin se nuk kisha filluar mësuese në fillim, mbarova fakultetin dhe punova në shtëpinë botuese. 8 nëndori dhe ati kam punuar me Rupert Çvarçi, me Yusuf Vrionin, me Miram Meksin, me Montupen, me Icon e intelektualizmit shqiptar. Dhe kur shkova për të bërë zysh, studentët nxënësit ishin të rinj, se do të thënë nuk isha shumë diferencë të madhe, me të isha atëherë kam qenë 27 vjeçe dhe ata ishin 17 vjeç, pra një 10 vjeçar, po që nuk është se kërcet shumë. Tani e kuptoja që ata nuk kishin durim dhe si t'ja u bëja që t'ju kapja thelbin e lëndës e letërsisë. Për shembull ishte një nga orët më të bukura ka qenë një love story. Si ta bëja orën letrare.
më kujtohet atëre mora dhe Bert Schwarzin se doja t'ja bëja dhe ati surprizë. Keqe Malstafa kishim një sallë të madhe dhe kështu siç është këtu tani e kisha mbuluar me perde të zezë. Kisha vendosur tek në 93-shën, nuk flasim për tani për tabela smart e tjerë. Kisha vendosur sfondin e muzikës Love Story që po ta gjente çuni tani do na shkonte shumë mirë. Dhe mbasi kisha vendosur sfondin e muzikës atje, kisha zgjedhur 2 nxënës që janë të përsosur. Njëra sot është Ela Tollkuçi që unë kam xhan që është zvëndsdekane, punojmë bashk, se kjo është e bukur e jetës dhe mbaroi për psikologji dhe një djalë tjetër që ishte një haramçi dhe kur më ka takuar Genti mbas shumë viteve ishte pikërisht në kohën kur ne ishim tamam pra Krishtlindjesh dhe më përqafon kisha ardhur nga Italia, është për një nga inxhinierët më të rëndësishëm aty, sa herë që delti zysha i them vajzave, kjo është zysha ime që më ka mësuar mua sa herë që delti në televizor. Dhe muzika në sfond dhe këta që recitonin atë pjesën, ata jap dorën time, betimin që bënin 2 personazhet kryesore në momentin kur Pati do jepte, kur ishte smur dhe ishte fundi i saj, dhe nxënësit ishin këtu, i bëja 2 orë, jo 1 orë, se nuk dilte për 1 orë, dhe kur dilnin nga ora e mësimit, unë nuk kisha nevojë të thoja lexojnë e librin. Ata librin e kishin lexuar, ata raportin e kishin shijuar, por një herë më ndodhi që pikërisht këtij djali që unë besoja shumë, ai nuk më përgjigj dhe unë mërzita shumë të e thira. I thash, ndoshta edhe nuk e fyeva, po e ngacmoj, u bëra pak sa e ashpër. Dhe ai që s'ma fali dhe erdhi më tha, po pse ma bëre këtë? I thash, po unë mendova që ti do bëje gjën më të përsosur. Po unë nuk mund ta bëja tha ditë, sepse sapo më kisha lënë e dashura. Dhe atëherë unë kuptova një mësim që ma dha ai nxënësi im, që mësuesi duhet të jetë shumë hapa përpara nxënësit dhe pedagogu po ashtu. Dhe nuk duhet ta vëri kur në ngasje apo në vështirësi kur lexon që diçka që ai nuk hecën. Se ndoshta një ditë s'është ndjer mirë, ndoshta është ndari nga i dashuri apo e dashura dhe se ka mendjen aty. Ndoshta ka një hall familjar dhe halli është shumë i madh se sa situata, ndoshta mund të ndodhi që ka përdorur narkotik dhe duhet të heqë dorë nga kjo gjë, se kam pasur dhe historira të kësaj natyre, ndoshta duhet shpëtuar dhe ka nevojë që t'i hapesh, por nuk di se kujt t'i hapesh. Pra, është profesioni që më kuptoi që nëse ti do ngacmosh nëpërmjet një fabule, atëherë ti ke arritur të realizosh procesin në mënyrë perfekte. Dhe unë për këtë jam shumë falenderuese se sot e kësaj dite të gjithë më thrasin zyshnora se mbajnë mend orët e mësimit dhe thonë që ne nuk e harrojmë kur. Dhe për shembull, ja mund të them një shembull, Erisa Spiropali ka qenë nxënësia ime. Ajo lexonte më shumë se kushdo tjetër, dhe po ja u garantoj që është lexuese përtej punës që bën, përtej politikës që ka, e ka të brëndshme, se u edukua që fëmijë dhe mori bursën atëre kur nuk e merrnin dot të tjerët për arsye të shkallës së inteligjencës, po dhe fatit që ishte keqe Malstafa, po dhe faktit që ajo e do leximin pa çka se si përdor dhe çfarë ndodh dhe dikush e pëlqen, dikush nuk e pëlqen, kjo është tjetër gjë. Pra ka të bëj shumë me kë rrugton në rrugën tënde për t'u formuar. Do doja të qëndronim tek arsimi e Gon, sepse ka një deklarat, mund ta thuash. Një deklarat lidhur me vitin 2030, e bërë në një intervistë tjetër nga Zyshnora që ka një frikë. Sa ta gjej unë mund ta thuash ti. Se nuk do të ketë mësues, po as nxënës. Kaq sa kemi sot. Se ky skenar. Sa s'dua që të dali kjo. Do doja shumë që kjo deklarata ime atë ishte si deklarata e Kasandrës. Po kam frikë që është si deklarata e Kasandrës, që do të thotë nuk besohet tani, po do ndodhi atëherë. Dhe është shumë e dhimbshme kjo gjë. Fakti i popullimit ne kemi parë. Fakti që po na hikin dhe po vrapojnë jashtë Shqipërisë, duket sikur i ka kapur amoku.
Amoku ka qenë një nga veprat më të bukura të Zvajkut, që ishte një smundje, gjendje emocionale që të kapte dhe ti vrapoje, derisa jepje frymën tënde të fundit. Fakti që po na hikën pjesa më e mirë e pjesës aktive tregon që nuk është vendi, po jemi ne që nuk po i bëjmë, nuk po ngjallim shpresë. Fakti që fëmijët tanë nuk po din ta përdorin bukur gjuhën shqipe, po e mësojnë nga halli, dhe ndërkohë që nuk din si të lexojnë dhe nuk din si të komunikojnë. Por të gjithë prindrit kanë tendencën për të mësuar gjuhët e huaja pa formuar bazën logjike të komunikimit, do ndodhi deformacion kombëtar dhe do vi një moment që nuk do ta zgjidhë dikush mësuesin si profesion misionar. Se mësuesia ndryshe nga çdo profesion tjetër nuk ka lidhje me profesionin, ka lidhje me misionin. E vërtet, un kam zyshat e 9-vjeçares që kanë qenë aty, kanë edukuar breza të tërë dhe ende vijojnë që ndrojnë aty në atë shkollë. Pra, lidhen shumë emocionalisht me profesionin e tyre, e kthejnë në mision, e kthejnë në qëllimin e jetës. Po me sa duket kjo nuk do të ndodhë më, apo jo? A mos ka ardhur ndoshta fundi i epokës së librit? Në kuptimin që nuk është thjesht faji i mënyrës se si menaxhohet sistemi arsimor në Shqipëri apo i problemeve specifike të Shqipërisë, por është një problem, një prirje botërore e teknologjizimit e inteligjencës artificiale. Pra, ashtu sikurse libri u masivizua me shtypshkronjën e Gutenbergut në vitin 1450, pa ashtu po i vjen edhe fundi i epokës së tij. Pra ka një lindje, ka një vdekje epoka. Dhe skapse, nëse kjo është e vërtet, skapse ne të kemi kompleksin që ta pranojmë që librit po i vjen fundi. Atëherë ne pse i lexojmë klasikët? Jo se përpara Gutenbergut s'ka pas libra, patjetër që ka pas, po them momentin që është masivizuar libri. Do vazhdoj të ketë libra sigurisht edhe pas kësaj epoke, po unë e di që derisa të jem gjallë nuk do ndodhi. Ndërkohë e di që kur shkoj ke bota e përtejme, do t'ju shoh atje nga lart dhe do them, do ta rivini juve këtë emision, e do them që në fakt unë isha shumë më larg pamse se sa Argoni që tha që mund të na vi fundi. Një nga librat më të bukur të letërsisë klasike është Robinson Crusoe i Daniel Defoe. Dhe Robinson Crusoe na e paratha situatën aktuale. Për qenien humane mund të haj një herë bukë në ditë. Mund të pi dhe ujë. Më shpesh se sa një herë. Mund edhe të lëvizi në situata të caktuara, por nevojën për të komunikuar e ka domosdoshmëri. Kjo është arsyeja që njerëzit kur vuajnë dënimin, vuajnë pikërisht të gjë, kufizimin e komunikimit dhe të takimit. Sepse qenia njerëzore, t'ju bëj një pyetje? Po. E shifni dot veten tuaj tani? Jo. Kë shifni? Njëri tjetrin. Pra, Perëndia kur na bëri, na i bëri syt për të parë njëri tjetrin. Imagjino, po sikur na kishte bërë që këtu ke balli, të na dilte mendimi pa e thënë nga goja, ç'a do ndodhte? Kaos, lëmsh. Konflikte. Pra, gjenetika apo Zoti, simbas të gjithë atyre si duan ata t'i besojnë. Ja, unë për shembull këtu do më dilte që mbylla moj gojen më lart t'i bëj një pyetje, moj sa shumë që flet moj. Por ndërkohë buzëqesh, e them po, vazhdo. Sepse ty të duhet për hir të emisionit dhe ti nuk mund të bësh dot atë që unë vendos këtu, po ndërkohë do ta japun shansin që të bësh. Se do të ngacmoj unë tani, e kuptova. E kuptova, po nëse me Violën kisha aleancë, me ty kisha aleancë dhe empati, se si mama çuna është jam, është problem i madh ky. Sepse dua që t'ju jap çunave të drejtën e prioritetit, po teksa po ju dëgjoja ju të dyve duke folur, e shikoja Violën që si nuk ka ndryshuar fare, është një gocë akua e sapone dhe dua shumë për këtë që është. Edhe unë e dua shumë. Sepse e kam parë shumë të vogël dhe tani është rritur, po është maturuar me elegancë dhe pa prishur atë që quhet pH-i. Pikërisht kjo do jetë. Edhe unë i them dhe ja kam thënë në emision që këtë sezon është bërë edhe më e bukur akoma. Po prandaj dhe më ftoi mua, se ndjeu që ishte e bukur dhe tha Zyshnora ti duhet vish tani, se tani kam nevojë të vish, jo më vonë. Unë mendoj që
ne do shkojmë drejt inteligjencës artificiale, por rishtazi, qenia njerëzore nuk ka inteligjencë artificiale që e zëvendëson. Ashtu si dhe librin, ashtu si dhe poezinë, dhe ma mbani mend, do kalojnë ca vite, ndoshta edhe 15 vite, dhe nga viti 50 do të ketë një rilindje të vlerave humane. Rivendosje, njeriu ka nevojë për atë që quhet prekmë, touch-me, folmë, dëgjom, shikom, edhe përqafom. Përqafimi është gjëja më e bukur. Nuk mund të përqafosh dot një send. Një hekur. Nuk mund të përqafosh dot një shtëpi bosh. Ti, prandaj njerëzit, i ke marrë njerëzit kanë filluar të marrin mace dhe qenë? Po. Në egoizmin e tyre, duan të ndjehen të përqafuar. Unë kam një mace, jam egoist. Thuhet që nga antikiteti që macet janë mbajtur si pozitive, ashtu siç kemi dhe në një qenë që quhet koko, po unë kur vjen kokoja ke ne, rrallë, mua më duket sikur kokoja më flet, se më duket si një bur i madh, dhe me sytë e tij unë i them të japi nëna për të ngrënë, ai më shef dhe më thon, dhe unë e kuptoj që njerëzit nuk flasin vetëm me gojë, me kafshët, po flasin me vibrim, sepse qenia njerëzore është e përbërë nga elementi biologjik dhe kimi, se themi kemi kimi, por edhe nga elementi i energjisë që neve japim. Dhe kimia është tërheqja, energjia është rëndesa, apo vrapi, apo gjithçka që ne bëjmë. Dhe prandaj ne i ndajmë njerëzit në njerëz me energji pozitive dhe psikovampir. Që të sisin. Ta vjedhin energjinë. Bravo, ata që janë negativistë dhe dikush janë ata miq që na shfaqen si pseudomiq. Janë ata miq që quhem si gjethet, që në fakt nuk janë të këqin, por që vinë vetëm një sezon, se ka nevojnë për ne. Pastaj janë ata të tjerët që janë trungjet, që mbajnë peshën tonë, po ndoshta ndonjëri dhe mund të thyet. Dhe problemi është që ti nuk e ke problemin me armikun në thonjsa, po e ke me mikun sa i të njeh. Dhe pastaj janë rrënjët, që ata nuk të trajtojnë kur, po ata janë pak dhe luma ai që i ka. Dhe është shumë e rëndësishme që në të gjithë mirëritjen tonë ti mësojmë fëmijët raportet njerëzore, raportet sociale, që nuk ka rëndësi sa i pasurje, po ka rëndësi se sa i Zoti je në botën tënde shpirtërore, se shpirti është si puna e kullesës makaronave. Që brenda ndjen edhe të mirën dhe të keqen, se profesor Hamid Beqa thoshte, edhe ëngjëlli, edhe djalli janë brenda të i gjalli. Puna është që ke kjo e mira dhe e keqja, nëse mbizotron e mira, e keqja largohet. Por nëse mbizotron e keqja, e mira është shumë e vështirë, prandaj ndahen njerëzit në hynor. Ata hynorët kanë vetëm energjinë e mirë dhe janë për te njerëzores. Në qenie pozitive, ata që në balancën e tyre midis të mirës dhe të keqes janë gati të falin, po janë gati dhe të japin, dhe të kuptojnë që duke dhënë në fakt ata kanë marrë, dhe duke dhënë, dhe ata të këqin që jam zilar, se kam lindur zilar, jo se jam zilar, do thoshte Shakespeare. Më duket se ka ardhur viti i ri që sot. Më duket se ka ardhur një janari që sot. Çfarë atmosfere që krijove zyshnora. Dgjoj. Kemi kohë akoma për të vajtur tek leximtari apo s'kemi? Ja të pyesim çuna, ta ngrini pak dorën çuna. Po kemi kohë? Okej, Arteni ngren dorën, përshëndesim dhe nert. Përshëndet. Do të shkojmë tek librat e leximtarit. Si çdo javë, na sjell sugjerimet dhe ju të dini ç'të lexoni në atë kohën tuaj të lirë dhe pastaj ne do të rikthehemi ende bisedës. Dhe urojmë që të kemi kohë mjaftueshëm për të ndalur në të gjitha pikat që kemi bërë këtu në skalet, por që sot kemi dalë tërësisht nga skaleta sepse është një terapi edhe për neve. Ndjekim së pari leximtarin dhe pastaj rikthehemi.
Në jetën tonë të përditshme ka shumë histori, ka lindje, ka vdekje, ka tragjedi, ka smundje, por pak prej tyre ngelin të shkruara dhe që ne i trashëgojmë edhe sot. Për këtë arsye unë kam përzgjedhur 3 histori të cilat 3 libra të cilat unë do t'i ndaj me ju. Libri i parë është Kur fryma bëhet ajër i Paul Kalinitit, një neurokirurg i famshëm indiano-amerikan që kishte shpëtuar jetën e shumë njerëzve, por që një ditë të bukur përballet me smundjen vrasëse të kancerit mushkrive. Për këtë arsye unë këtë libër e rekomandoj. Libri i dytë është Në kërkim të kuptimit i psikiatrit austriak Viktor Frankl, i cili edhe ai një ditë bukur e shikon veten në burgjit Auschwitzit në pritje për t'u djegur në turrën e druve. Dhe pikërisht në këto momente, Viktor Frankl rrëfen gjithë kalvarin e ferrit të vet, dhe gjysma e librit është logoterapia ose terapia e kuptimit, e cila besoj që ka motivuar miliona njerëz deri në ditët tona. Dhe libri i tretë është një libër një autore shqiptare, Mira Kazhanit. Një ditë tjetër do të ndihmoj shumë gra që vuajnë në të njëjtën smundje dhe kanë nevojë për fjalën e mirë dhe për kurajën. Këto 3 libra janë 3 histori që ngelin për secilin prej lexuesve dhe prandaj unë ja u rekomandoj që t'i bëni pjesë të leximeve tuaja. Dhe këto libra i gjeni tek libreria Leximtari në Tirana Ring Center, por mund t'i porosisni online dhe tek leximtari.al, edhe në rrjetet sociale. Me libra miq ne rritemi dhe rritemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit Leximtari për sugjerimet e mira si për herë. Do doja të falenderoja edhe Cineplex jo vetëm për kokoshkat, po mbi të gjitha për filmat e mirë, dhe faleminderit Bono. Tani mua më falni vetëm për pak se duhet të balancoj sheqerin, kështu që do ta marr një Bono. E preferuara ime është kjo me qershi, por ne rikthehemi nga librat për të vijuar me librat, apo jo Egon? Shumë e vërtet Viola, në fakt nga sugjerimet e Leximtarit, sepse ne këtu i kemi të gjitha, kemi Bono, kemi Kokoshka, kemi Cineplex, kemi librat, edhe Zysh Nora na tha që kishte punuar tek shtëpia botuese 8 nëntori, atëherë në fillimet e karrierës së saj. Edhe diçka po flistim lidhje me librat, edhe na dha sugjerime shumë të bukura edhe gjatë bisedës që po bëj me Zvajgun, Leo Buskalian, Autobusi për Parajs. Njerëz lexojeni se është fantastike për treguar raportet midis njerëzve, apo një nga librat më të bukur është Liza në botën e çuditërave, që nuk është për fëmijë, është për të rritur dhe është shumë interesante. Për shembull, një situatë ishte Macja Qeshire, ishte ajo që u lëriste dhe bërtiste dhe thoshte kush më kafshoi bishtin? Ndërkohë, Macja Qeshire kishte kafshuar bishtin e saj, që do të thotë që shpeshherë njerëzit kur bërtasin kot dhe thuan çfarë më ndodhi, nuk e kuptojnë që në fakt janë ata vetë pjesë e fajit apo e gabimit. Ose një libër shumë i bukur është Alkimisti i Kohelkos, që unë do ta rekomandoja që ta lexonin, apo Konti Monte Cristos, i cili është shumë bashkohor. E mori edhe Sarkozy me vete ato në burg, dhe Sarkozy, dhe Sarkozia e luajti shumë bukur paralelizmin midis mënyrës se si shkoi dhe fatit që ai është i pafajshëm, pra në tekst ishte pikërisht i tillë për të treguar që nuk është puna të hakmerremi, po është puna që të kuptojmë që e drejta fitohet atëherë kur ka durim edhe guxim. Për të vazhduar pasaj me Ana Kareninën, që unë e dua shumë dhe që është nga librat që t'jep një kënaqësi të jashtëzakonshme, apo me tregimet e Gide Mopassanit, dhe për të vazhduar pastaj me autorët bashkohor që janë pafund, shumë të mirë janë edhe ka qenë një libër që e përktheu Diana Çuli, që thuhet Ha lutu dhe dashuro, që u bë dhe film i Julia Roberts. Po, Eat, Pray, Love, po. Që tregon se sa i bukur është dhe ka pafund, për shembull më pëlqen shumë edhe letërsia japoneze, dhe do t'ja u rekomandoja ta lexoni, sidomos romanet janë fantastike dhe do ishte një gjë për të parë çfarë bote është dhe pse japonezët janë aq të zotë, sepse kanë ngritur në piedestal figurën e mësuesit. E respektojnë me vlerën e perandorit, pra i përkulen si perandor, e paguajnë si ministër dhe e vlerësojnë si hyni.
Shumë e bukur kjo në fakt. Mund ta bëj një pyetje gon vetëm përpara se të kalosh tek pyetja jote se është e pamundur që ta mbarosh. Zysha përmendi Liza në botën e çuditërave. Dhe ky është vetëm një rast i filmave që ne i kemi parë që kur kemi qenë fëmijë. Sepse unë ndjek me shumë interes të gjitha videot dhe shpjegimet e ndryshme që i bëhen aspekteve psikologjike të filmave vizatimor. Për shembull Tomi e Jerry tregon në fakt një dhunues, një raport dhune. Jo, ajo është, e di si është Tomi dhe Jerry, nëse do ma lejosh, është dashuri dhe urrejtje, që do të thotë një nga librat më të bukur ka qenë një roman që unë pata fatin atëre e ka përkthyer Afrim Karagjozi, i cili sot nuk jeton, po një nga profesorët më të mirë të anglishtes, dhe historia e saj e fabulës ishte lidhe pikërisht për një djalë plankprishës i cili në familjen e tij ishte përjashtuar dhe bëhej fjalë për periudhën e vitit 1800 ca, kur mbreti vendosi që ta ndeshkonte këtë, ai filloi të bënte një lëvizje të fortë në Angli atëherë, dhe në kohën e lëvizjes ai shkoi ke familja se do ndaheshin pasuritë se vdiq babai. Aty kishte një vajzë e cila ishte jashtë martese dhe këta donin ta hiqnin nga pjesa e trashëgimisë, dhe ndërkohë ishte edhe një raport midis priftit dhe priftëreshës që shfaqeshin si të dashur, por në fakt me njëri tjetrin nuk ishte e donin shumë, ndërkohë moralizonin. Dhe në një moment monologu i tij ishte fantastik kur thotë, "Ore, nuk i kuptoj njerëzit. Njerëzit e afërm nuk i dëgjojnë, u lërasin, zihen me ta, grinden me ta, dhe ndërkohë mundohen të paraqiten të bukur, të vishën bukur, të përdorin fjalë të bukur për të luftuar armikun. Dhe nuk e kuptojnë që në një moment ata urrehen me të afërmin dhe dashurohen me armikun. Pikërisht kështu është Tomi me Jerry. Unë nuk ekzistoj nëse nuk është armiku im. Pra janë dy valenca të kundërta, të cilat e bëjnë të domosdoshme raportin që në fakt a është i shëndetshëm apo jo, vlen të diskutohet. Më fal. Tani është rada jote, vazhdo. Po e kam vënë re në shumë përralla tregime që ne i kemi parë dikur që sot i bëjnë interpretime të reja që mbase shkojnë përtej asaj botës naive të fëmijës dhe tregojnë edhe gjendje psikologjike. Nuk e kujtoj do tani për cilin film vizatimor bëhet fjalë, po Winnie the Pooh në mos gaboj, aty ka personazhe të ndryshme për cilat sot ka shpjegime që tregojnë dikush ka ankth social nga personazhet, dikush ka një problem tjetër psikologjik, dhe të gjitha këto kanë qenë pikërisht personazhe të ndryshme të atyre përrallave, tregimeve, filmave vizatimor me cilat ne jemi rritur. Unë do të thoja që, dhe do ta lëm fjalën ty se ne goca ta marrim gjithmonë fjalën dhe s'është mirë. Varet në çfarë rraf që i shef. Po ti shohësh pralla dhe tregimet vijnë nga legjenda që nga kohët antike ku njerëzit nuk e shpjegonin shumë të fortë botën reale të brendshme dhe hera herës bënin trajtesën bardhëzi, pra ngjarja, shkaku dhe pasoja. Sot ne bëjmë një analizë, prandaj librat e fëmijëve, të dashur dëgjues, nuk janë për fëmijë, po janë për fëmijë dhe për të rritur. Dhe duhen lexuar dhe rilexuar. Për shembull, Princi i vogël duhet rilexuar edhe në moshë të madhe, apo vepra e Orwellit, edhe ajo duhet lexuar edhe në moshë të madhe, sepse tregon jo ngjarjen, tregon underground, pra nën stresën, gjendjen psikike dhe emocionale, dhe sot janë kthyer në terapi për të lexuar personazhet dhe për të kuptuar karakteret komplekse të qenies njerëzore që shfaqen shumë dukuri që diku më përpara nuk dinin të shpjegonin. Kjo është edhe qasja ime të paktën në gjithë të gjë. Jo, në vazhdim të kësaj që po thoshte Viola, që po flisnit, shumë filma vizatimor tregojnë për shembull edhe konfliktin politik të thjeshtuar në terma, po themi, të thjeshtë dhe të kuptueshëm për fëmijët, por edhe për një analizë të thjeshtë nga të rriturit. Siç është për shembull Mbreti Luan, që aty është një konflikt qartazi politik. Siç mendohet që mund të jetë në fakt një thjeshtimi i tragjedisë Hamletit të Shakespeare-it, apo prallat arabe të ndryshme, Aladini,
Se ti edhe në kontakt të përditshëm me këto tani që je prind. Jo, nuk kam shkuar ende, sepse vajza është e vogël. Vajza është në momentin që duhet i lexosh gjëra, do të thënë shumë e rëndësishme në gjithë ciklin, meqense e hapëm këtë sikllap. Nga 0 deri në 3 vjeç dhe 3 deri në 5 vjeç është shumë e rëndësishme çfarë lexon, si sillesh, si ushqen, si e vesh dhe si arredon gjithçka dhe si luan me të. Janë forma të cilat merren edukimi nëpërmjet çdo lloj gjëje, duke filluar nga muzika, ke zhurma, ke fjala, ke komenti, ke ngjyra dhe ke informacioni që duhet dhënë fëmijës. Varet dhe nga natyra e fëmijës, varet dhe se si ti ja shton kërkesën dhe gjithmonë këshillohet që në darkë kur fle për shembull ta vësh me një muzikë që mund të jetë muzikë e qetë, muzikë klasike ose muzikë e zhurmës së shiut ose muzika një emision të caktuar për fëmijë ku ka një muzikë shumë të thjeshtë, shumë të ngrohtë, sepse bota e qetësisë në të gjithë neuronet e trurit të fëmijës duhet jetë e tillë që të marrë vetë besim dhe të marrë siguri dhe e merr nëpërmjet tingullit e nëpërmjet veshjes, nëpërmjet prekjes edhe nëpërmjet ngjyrave. Edhe ngjyrat duhet të kenë shumë kujdes se si ti përdorim, edhe lodrat duhet kemi shumë kujdes se si ti përdorim. Për një gjë, prindrit të mos shqetësohen. Nëse një fëmijë shkatron lodrat, do të bëhet një shkencëtar shumë i madh, sepse janë ata fëmijë të cilët kanë kuriozitet dhe kurioziteti bën që ai ta zbërthej lodrën, prandaj mama të dashura, mos kërkoni t'ju ri shtëpia bukur, po kërkoni që fëmijët të vënë trurin e tyre në punë dhe baballarët me vajzat apo me djem duhet të luajnë pafund, se duke luajtur tregon që nëpërmjet lojës zhvillohet edhe emocioni, zhvillohet edhe empatia, po zhvillohet edhe durimi i një gjëje. Shumë vërtet. Më kujtua fëmijëria në fakt, shkencëtare mbase nuk u bëra, po unë edhe vllai përshnim gjithmonë lodrat motrës. Ja bënin për inat këtë. Po ju ja bënit se motra ishte më e madhja. Ishte më e madhe se unë, po më e vogël se vllai. Po, dhe vllai tani që kishte potencën dhe ti që ishe e treta, i treti është gjithmonë ai në përpralla, është ai më i zoti, më i shkafti, dhe në fakt tek i treti prindërit bëhen më prindër dhe tolerojnë më shumë, ke i pari prindërit kanë frikrat e tyra dhe bashkë me frikrat rriten dhe frikrat e fëmijëve dhe duhet kuptojmë një gjë të dashur prindër. Po patën frikë e fëmijët, fëmia e ndjen frikën dhe bëhet i pasigurt. Edhe një këshill tjetër, mos krahasoni. Fëmijët janë unik. E vërtet. Kjo meriton një duar trokitje, se ne jemi brez të gjithë që jemi rritur duke u krahasuar me djalin e filanit edhe me vajzën e filanit dhe pastaj kemi krijuar pasiguritë tona ose kemi krijuar brenda vetes këtë ndjesinë e konkurrencës edhe dëshirën për të qenë më të mirë se tjetri. E vërtet është. Unë doja të kthesha pak te librat, sugjerimet e librave që besoj patjetër ke shumë se aq. I ndan sipas kategorive, pra këta janë për nxënësit, këta janë për studentët, këto janë për profesionistët e X fushë, për politikanët etj. Në fakt nuk bëra ndarje këtu. Do të thënë ato shembuj që dhash më shumë ato që kanë të bëjnë me raportin njerëzor, pa u nisur në kategoritë e profesioneve. Por mendoj që në ciklet të caktuara shumë e rëndësishme që 100 librat më të mirë duhet i kemi në bibliotekë ose të ndryshe për të mos i trembur njerëzit. Është e nevojshme që prindërit t'ju krijojnë një bibliotekë fëmijëve me libra të thjeshtë, me libra ilustrativ dhe me libra formues. Shumë e rëndësishme kjo sepse zhvillon atë që quhet zhvillimi psikomotor dhe logopedik i fëmijës. Është e nevojshme pastaj që të ketë libra ku fëmijët i vënë të mendojnë think tank, pra të menduar në mënyrë krijuese, që të mos i marrin si shabllone, të mos imitojnë mamin dhe babin, ja ata sigurisht e imitojnë apo nënën dhe gjyshin, por të fillojnë që duke lexuar librat, për shembull si librat e Jules Vernit apo libra të tjera, të fusin ke bota e ëndërimeve. Le të kenë fëmijët dhe ëndërime të çuditshme nga prindrit. Ju mos thoni që shiko se mami e tha kështu dhe babi e tha kështu, po të thoni ua sa bukur, po mirë, pse doli ky, pse doli ajo. Është shumë e rëndësishme, ka nganjëherë fëmijë që krijojnë një personazh dhe e kanë me vete dhe e quajnë të tyre. Mos ia prishni atë personazh. Lëre ta ketë sepse ai do shokun e besimit. Pra kur njëri nga prindrit nuk bëhet i tillë, për arsye se varet se çfarë roli ka vendosur prindi të bëj, atëherë ai ka nevojë që të krijojë këtë besim.
për të mos vazhduar më tej se do ta lëm një herë në një takim tjetër për të folur se si mund të prindërojmë bukur, dhe cilat janë fazat dhe sa e nevojshme është të prindërojmë, dhe ndoshta do të ishte një cikël ku do t'tregonim fazat, mënyrat, rolet, se në fund të ditës vetëm prindërimi nuk merr diplomë. Pra në qoftë se profesionet e ndryshme e marrin, ky është krye profesioni. Dhe nëse di të prindërosh bukur, atëherë di të gjyshërosh bukur dhe di që jeta jote të merr një vlerë të jashtëzakonshme. Kjo quhet investimi më i fortë që bën ti ke fëmijët, jo në pakutësuri, po në bankën e kredive emocionale për të quajtur banka e paluajtshme e trashëgimisë së familjes. Pra nëse keni një bibliotekë që është krijuar nga 4 gjyshi, ruajeni. Nëse keni një thënie që është nga gjyshërit, bëjeni. Prindërve, nëse doni të tregoni fëmijëve dhe t'u lini pasuri, pasuria më e madhe është të tregoni trungun tuaj gjenealogjik, sepse pasuritë e tjera fëmijët do t'i kenë si puna që kur e pyet ti dikush, një nga biznesmenët më të fuqishëm për të hyrë në tratativë dhe për të thënë për të blerë një dyqan që kishte të trashëguar, i thanë, shko pyetje, e ka trashëguar apo e ka bërë vet? Se kur e ke të trashëguar, e ke të fituar pa investuar. Ndërkohë kur trashëgon rrënjët e tua, ti di kush janë rrënjët dhe populli nuk thot kot. Dardha bie në ndardh. E vërtet. Nga biseda unë kuptova gjithashtu që ti ke një farë pëlqimi edhe për kineman, për filmin, apo jo? E adhuroj, dhe është terapia më e mirë e ime. Tani, dallimi midis librit edhe filmit për ty? Te filmi, unë jam me personazhin, zakonisht nuk përzjedh filmat me aksion, përqej filmat të cilat trajtojnë gjërat që unë kam në jetën e përditshme, raportet sociale, dhe për shembull tani që të fillon dhjetori dhe japen këto filmat e gëzuara të festave, dua shumë sepse dua atmosferën e festave dhe njeriu merr një lloj adrenaline edhe kur nuk e ka, sepse në fund të ditës njeriu duhet të ëndërrojë. Tmerri më i madh është kur njeriu përballet me realitetin dhe nuk është pak ëndërimtar. Duhet të jetë pak ëndërimtar, jo ëndërimtar budalla, po nëse ke filmi ti e konsumon brenda 2 orëve të gjithë fabulën, librin ti e përthith me veten tënde, pra ti e shijon frazën, shijon emocionin, je futur dhe je strukur ke cepijot, dhe libri ka komplet ndjesi tjetër. Libri është si oksigjeni që të futet në gjithë trupin, kurse filmi është një aperitiv i fortë që ose të jep një goditje bam, ose të jep një gjendje të gëzuar dhe është një adrenalinë mirë për të vazhduar ditën apo fundjavën. Dhe zakonisht filmat kur shihen fundjavave, dhe unë ja u rekomandoj prindërve, sidomos si kanë fëmijë të vegjël apo adoleshent, kur shkojnë shohin në ato kukullat, zakonisht mamat s'para pëlqejnë këtë, po janë baballarët që e pëlqejnë, është shumë bukur. Se duan t'i shohin vetë prandaj. Po, sepse duan t'i shohin vetë. Sepse brenda njeriut është ai fëmia që kur nuk vdes dhe ke burat është më i brisht fëmia se sa ke gratë. Është shumë e mirë që të shkojnë të shohin me fëmijët e tyre se japin një adrenalinë dhe një kënaqësi të papar. Dhe ata pastaj kanë mundësi që të diskutojnë me njëri tjetrin, ose kur ka këto filmat në Netflix, në dark, që është ajo kur mami na ka bërë ca biskota të mira, ne jemi ulur dhe babi na ka ndihmuar dhe për çajin, kemi ngrohur shtëpinë, shohim një film së bashku dhe pastaj flëm me një gjumë të papar, dhe kjo zakonisht ndodh në pas datës 1, kur është data 2, 3 që kanë ngrënë shumë, që janë të gjithë që vinë përdallë ke shtëpia. Përsheshja akoma aty. Përsheshja akoma aty, ose tranaja që mund të bëhet e përsosur, se të rregullon stomakun, se ke ngrënë shumë gjëra. Kalamajt janë rreth e qark dhe ti thua, "Ai ta shohim një film", dhe ulen të gjithë bashkë, dhe kur shef ato filmat e Kevinit që iku avioni apo ku di unë, filma të tjerë të bukur, ti gëzon pafund, dhe kjo është edhe një terapi për të filluar vitin mbar. Po disa sugjerime filmash për shembull? Nëse do t'i linim këto të Krishtlindjeve dhe vitit të ri, ose po do duash edhe i përfshim se tani ke sugjerimet e filmave, realisht më pëlqejnë shumë këto filmat, thash, që janë të linjës raporteve, për shembull Treni i Orientit Express, që është një film fantastik, apo janë filmat të tjerë që në këtë moment duhet të kujtohem pak që të më vinë në ndërmend, po janë gjithmonë të kësaj lloj linje.
Pra që kanë një mister për të zgjidhur. Kanë brenda një mister, por kanë një fabulë që në fund fabula dele bukur. Nuk më pëlqejnë filmat që të ketë, domethënë nuk do ta këshilloja që për fund vit të shihem filmat me vrasje, me aksion të madh, për arsye se viti duhet filloj pak slow motion, siç vjen dreri. Po. Me slitën dhe bora ka shtruar dhe kur ka shtruar bora ti do qetësi, ashtu duhen dhe mendimet të jenë pak të qeta dhe të kenë energjinë e filmit të mirë, të kenë energjinë e filmit të gëzuar, sidomos filmat komike janë shumë të bukur, apo energjinë e filmave vizatimor, dhe vizatimorët dhe ato kanë fabull shumë të bukur për t'i parë dhe për t'i përzgjedhur, apo qoftë edhe për të shkuar në kinema, ato ditët mbas datës 2, dhe për të parë filma që janë të gëzuar, filma që të bëjnë që të qeshësh dhe të lënë një shihet mirë, sepse duhet kuptojmë që filmat e fundvitit janë filmat të cilat përfshin gjithë familjen. Po. Dhe për këtë duhet gjetur një emërues i përbashkët. Vërtet është kjo. Se në të kundërt pasaj babi e do me aksion, mami nuk e do me aksion, gjyshja nuk e do ashtu, atëherë duhet të përzgjedhim një film ku ka gjithë përfshirë dhe këtë quajmë filma familjar. Dhe po të shikosh ka një titull filmat familjar, filmat për Krishtlindje, filmat për festa janë kurusit më të mirë të terapisë në familje që të ndihmojnë të shijosh ushqimin, që të ndihmojnë të kalosh bukur, që të ndihmojnë që të ndjehesh mirë dhe të ndjehesh i gëzuar për vitin e ri. Megjithatë, patjetër që këta janë filma të mrekullueshëm, të pëlqyeshëm, të rekomandueshëm, i shohim të gjithë bashkë për Krishtlindje, vit të ri dhe ditët e para të janarit para se të nisë puna, por ka edhe filma të tjerë të cilët jo domosdoshmërisht mund të jenë komercial apo të kenë sensacion brenda për hir të qenit të shitur, por janë filma të rëndë në mesazh në kuptimin që pasi i sheh, jeta jote ndryshon, do të ishte pak fjalë e madhe të themi, po ke një moment shoku. Është një moment katarsisi. Pra filma të fort, por të mirë, të realizuar mirë artistikisht dhe të thellë në mesazhin e tyre. Më kujtohet. Dhe ti për shembull, jo, e di pse ta thash se mbaj mend që po flisnim për Kazermën që u dha edhe në Cineplex. Pra këtu e mora shkasin që ta thash për shembull. Po, e kuptova dhe unë për çfarë ma the, më kujtohet një nga filmat që më ka goditur shumë fort ka qenë filmi kur kam qenë shumë e re, ka qenë filmi Dhe Zojt vdesin duke kënduar. Është me Richard Chamberlainin dhe tregonte një prift që u dashurua me Meganin atë kohë, ishte e pamundur të pranojë kjo gjë dhe atëherë ka qenë një nga filmat që më ka goditur shumë fort për të kuptuar që megjithëse që ky ishte me rasën e priftit, arriti që të dashurohej me një vajzë dhe të vendoste që ta lindte atë që ishte një gjë shumë e fortë për kohën se bëhej fjalë në 8 vjeçash në atë kohë. Ndërsa tani në këtë kohë, një nga filmat që më ka goditur ka qenë filmi me Meryl Streep me atë fotografin General Geography, tregon raportin e tyre që është i jashtëzakonshëm, është nga filmat që ti kupton se çfarë sakrifica mund të bëjë qenia njerëzore, se si mund të jetë amore a prima vista, dashuria me shikimin e parë, por në zgjedhjen fundore ti mund të bësh sakrificë veten për të rregulluar ekuilibrat e fëmijëve dhe më pas kur ti ke lënë një ditar që ata kanë menduar që mamaja nuk ishte e mirë, në fakt ata kuptojnë gjithë historinë dhe është një wow, ti kupton që nga njëherë ne gjykojmë duke paragjykuar. Ndërkohë që e njëjta gjë është edhe ke Gazerma ku janë futur 2 vite, 2 jetë, pra një titull që përmban para 90-s dhe pas 90-s, një reality show ca realitete të trishta dhe një ngjarje e cila është e rëndë, më shumë se sa pra shkon përtej logjikës normale, po kuptohet që egërsia e njeriut për njeriun në kuadër të formës të klikimit të gjithçkaje tregon që sa kujdes duhet kemi po përfshihemi në emocione që janë përtej nesh. Po të logjikojmë çdo veprim duke u futur në lëkurën e atij tjetër dhe duke kuptuar që jeta nuk është një reality show. Është një realitet që duhet ta jetojmë me dinjitet secili nga ne dhe duhet kuptojmë që ne nuk duhet futemi ke pjesa e kuadratimit për arsye se duhet të bëhemi të gjithë të pasur ose të famshëm. Ata që janë famoz nuk janë të lumtur.
doja ti rikthehesha se do shkojmë edhe tek lumturia, po doja të bëja pak më vonë këtë pyetje, Zysha. Përmend dashurinë me shikim të parë nga një film. E njeh psikologjia dashurinë me shikim të parë? Çfarë reaksioni ndodh tek njerëzit në ato momente? Dashuria me shikim të parë është si s'dashuroja asun as ti, po dashuronte dashuria. Një dashuri në fshehtësi më e madhe se gjithësia, do thoshte Poradeci i madh, që do të thotë e ke dëgjuar të shprehën na sytë mi e shje? Është një moment që ty të godet bam, dhe në atë moment ti nuk gjykon, ti nuk logjikon, ti ndjen. Dhe është elementi i parë i tërheqjes së fortë dhe i goditjes së fortë që sigurisht pothuajse një pjesë e mirë e kam provuar, pjesa tjetër që nuk e kam provuar ka qenë eksperiencat e tyre në jetë, po ndryshe nga kjo dashuria e parë. Dashuria e parë është shumë e fortë dhe shpeshherë mund të çojë edhe në veprime alogjike, pra nuk ka logjik brenda, po ka emocion, ka kimi, ka tërheqje, ka raport, ka brenda pasion, ka lëvizje të fortë, pra ka stuhi dhe vrull në emocionet e tua dhe shpeshherë ti tjetërsohesh ose hapes ose mbyllesh në varësi të atij me të cilët apo asaj me të cilën ti i e fiksuar. Pastaj, nëse kjo qëndron dhe ka logjikën e veprimit, tregon që është ndjenjë e fuqishme e cila kalon nga një raport tërheqës erotik emocional në raport social dhe pastaj të dy palët rriten me njëri tjetrin dhe atëherë përfundojnë në partneritet me njëri tjetrin ose mund të ndodhi që mund mos përfundojnë me happy end. Ta bëj dhe këtë pyetje për lumturinë dhe nuk të ndërhyjmë. Po jo mos ka problem. A ka recetë për lumturinë? Jo, lumturia është çast, është gjendje. Është gjendje, për shembull, kur e kam provuar unë veten time që të arij kulmin më të madh të jetës time. Në momentin kur djali im ka dalë nga unë, atëherë më është dukur sikur Zoti më ka prekur me dorë dhe nuk di ta them se çfarë ndjesie është, po shpërtej çdo lloj ndjesie, ose kur ka ardhur mbesa ime në jetë, kur kam shkuar dhe kam parë ka qenë një wow. Dhe prandaj shpeshherë thuhet që çfarë bën prindi për fëmijën apo gjyshërit, për nipërit, për mjaltin e mjaltit, janë pikërisht këto çaste të jashtëzakonshme që japin lumturi të paparë dhe që ty të bëjnë që të jesh përtej çdo gjëje. Ti nuk ka rëndësi se kush je, çfarë je, si e ke emrin, si e ke statusin, po ti je dhe je qenia më humane dhe më e bukur. Lumturia është çast, se po të ishte shumë e gjatë nuk do të isha kaq e bukur. Do me thënë, pas çdo Ne jemi kështu. Pas çdo përfundimi ligjërimi të Norës duhet mbyll emisioni. Shko, unë di të them një gjë që ne sot kemi bërë terapi e cila do të vijojë edhe për pak minuta dhe unë më në fund do bëj gjumin e qet. Po sa mirë që do ta bësh gjumin e qet, po edhe unë do ta bëj gjumin e qet. Do rikthem, po dua të bëj një pyetje, Zysha. Është diskutuar shumë, meqense ne pjesën e parë folëm për raportet njerëzore, për gruan, për burrin, për shoqërinë, për nevojën e emancipimit, këtu dua të ngelim. Dhe të flasim pak këndvështrimi yt për ligjin e barazisë gjinore. Unë e kam hallin tek gjithë zhurmnaja që u krijuat, e gjithë rrëmuja në opinionin publik. Në analizën tënde, a ka një problem ai ligj apo ka problem zhurma mbi atë ligj? Ka qenë një furtunë në gotë, quhet kjo, e cila mori vëmendjen për të hequr ca vëmendje të tjera në realitetet ku jetojmë. Okay. Sigurisht që ligji të bëhet i përsosur, duhet të ketë diskutime me grupet e interesit dhe sa më shumë diskutime ka, aq më mirë bëhen, por nuk duhet ketë keq formime apo keq interpretime. Ligji për barazinë gjinore nuk ka lidhje me familjen, nuk ka lidhje me prindin 1 dhe me prindin 2. S'ka lidhje. Nuk është ligji për familjen. Është ligji për disa politika që duhen bërë që gjinitë ndryshme të jenë përfituese, që do të thotë. Nëse gratë bën një punë të papaguar dhe një pjesë e mirë grave nuk kanë punuar tër jetën e tyre, ka qenë shtëpiake, po them. Ka qenë shtëpiake, ato kanë bërë atë që sot në Itali quhet punë e gjelbërt.
Pra është puna më e rëndësishme se ti kur shkon në shtëpi, gjen një shtëpi të pastër, ke një gatim të mirë, ke një nën apo një baba, një nënës apo një gjyshe që të jep vaktet e ushqimit, të shoqëron në shkollë se prindrit janë në punë, i bën të gjitha këto punë dhe në fund të ditës kur moshohet nuk merr pension, atëherë detyrimisht duhet që shteti social të japi disa pensione për këtë kontribut të kësaj pune, se po të llogaritet me GDP-n e punës që bën këto granë është një shumatore shumë e madhe. Dhe për herë të parë u kthye si nocion. Unë nuk e dëgjova në asnjë debat apo diskutim këtë nocion që është kaq i rëndësishëm dhe që duhet ta vëmë në krye fjalë të fjalës për arsye të nevojës që kanë të dyja qenjet si burrat edhe gratë në punët që nuk shfaqen po që ata i bëjnë, ose në drejtim të pagës apo të kushteve të mirë menaxhimit. Nuk ka rëndësi nëse ti je burr apo në je grua. Nëse ti je aftë, unë për shembull kur kam hyrë në politikë, unë nuk hyra se isha grua. Po unë mendova që isha aftë. Përtej kësaj futëm një kuotë gjinore që ishte diskriminim pozitiv, por deri aq, po mua nuk më pa njëri si grua më pas. Mund të më kena natemuar si grua, sepse gjua që përdoret është një grua dhe këtu futet edhe një nga elementet tjetër që është gjua seksiste, që askush nuk e diskutoj dhe u morën me disa terma për interesa të 1, 2, 3, 4 në qasje të 1, 2, 3, 4, që do të thotë. Për mendimin tim është shumë e rëndësishme në antikitet, në Apolloni u realizuan disa ligje që u shkruan mirë dhe u zbatuan mirë. Dhe atëherë mund të thuaj që Apollonia në atë kohë ishte një nga shtetet demokratike të kohës së antikitetit. Në Shqipëri sot është e nevojshme që parlamenti të krijojë ligje të mira, edhe me debat, edhe në qoftë se kanë frikrat e tyre, por jo që t'i kapin si interes të agentave të njërës palë apo të palës tjetër, për zhurma, për të nxjerrë në pa identitetet e tyre, se të dyja palëve ju intereson të zhurma për të dalë në pa, ndërkohë që neve 90% të Shqipërisë e kemi familje të konsoliduar. Pra e kemi familje ku njihet nëna, babai, burri dhe gruaja. Nëse ne bëjmë zhurmë duke kapur më shumë se sa duhet, Latini ka një shprehje që thotë, çdo gjë që të kthehet, që kalon masën, kthehet në të kundërtën e saj. Qartë. Pra, ideja është që nuk rrezikon asgjë. Ideja është që ne duhet ta shohim mirë ligjin, në ato gjëra që rrezikojnë le të amendojnë, se e ka në dorë, por ndërkohë duhet të shohim çfarë përfitimesh shumë herë më të mëdha se sa historitë e grupimeve të LGBT-s apo grupimeve të marginalizuara shfaqen aty. Ndërkohë që në aspektin gjithëpërfshirës dhe shtet formues, secili duhet i japim të drejtën për të mbrojtur, por jo të drejtën për të agresuar. Unë e quajta këtë si një përballje agresiviteti me disa njerëz nga të dyja palët që donin të bënin protagonizmin. Mendoj që në këtë shekull ku jemi, në 2025-ën, protagonizmi ka kohë që ka hikur. Ka ardhur momenti për të bërë zgjidhje problemesh, jo të jemi pjesë e problemit. Pra nuk ka nevojë për skenar apokaliptik nga të dyja palët, po flas. Unë mendoj që s'ka nevojë. Sepse skenare apokaliptike u shpërfaqen në opinionin publik. Ka nevojë, pra të gjitha palët donin të bënin ca klikime më shumë se sa duhet apo të bërtisnin pafund. Ndërkohë që çështja është shumë e rëndësishme është a do ta ruajmë vlerën e këtij vendi duke bërë një ligj të ri për të ruajtur gjuhën shqipe. Edhe ky është një nga problemet më të mëdha që ne kemi. Dhe për të kuptuar që në Europë do shkojmë me gjuhën shqipe, me kulturën shqiptare, me identitetin ton dhe absolutisht të tjerëve t'ju japim vlerë aq sa ata kanë, pa i diskriminuar, po pa i bërë protagonist në çdo debat tonin. Aq sa është kthyer nga situatë normale në anormaliteti diskutimi tani më, jo situata. Mendoj që shumë e rëndësishme që të gjithë ata që flasin duhet të kenë përgjegjshmëri përpara ligjit, sepse ligji mbron të gjithë grupet dhe ligji duhet t'u japë hapësirë çdo lloj grupimi që të ndjehet i barabartë me të tjerët, në aq hapësirë sa ai ka. Qartë. Do doja të ndalesh pak te gjuha shqipe. Pse mendon që është kaq e rrezikuar? Cili është rreziku më i madh që i shfaqet sot gjuhës shqipe?
Rreziku i parë është që 65% po e them shumë, 56% e parlamentit shqiptar është analfabet funksional në komunikim. Nuk kemi komunikim në nivelin e parlamentit. Nuk kemi komunikim dhe gjuhë të lirë në median vizive dhe median e shkruar. Kemi tendencën për të bërë gjuhë, do me thënë gjitholog në disa nga gjuhët, për t'i futur si pjesë të gjuhës tonë, për pa kuptuar kuptimin dhe duke haruar që ne shëmtojmë gjuhën dhe nuk e lëm në elegancën tonë. Ne kemi një problem shumë të madh që quhet kompleks inferioriteti, për të thënë jemi shqiptar dhe gjuha shqipe është një gjuhë e bekuar. Ashtu siç kemi prap kompleks për të thënë që gjuha shqipe është e para, rreth saj zgjidhen gjithçka dhe kalojmë në delir. Çdo gjë që kalon në ekstreme dhe ekstremizohet, nuk të bën ty të jesh i barabartë në të gjithë familjen tënde indo-europiane. Duke qenë se është një gjuhë e lashtë sa njerëzimi, duke qenë se është një gjuhë e lirë dhe e bukur, duke patur një leksik fantastik dhe duke, nëse do t'i referoheshim rilindasve në mënyrën se si e përdorin, në mënyrën se si ne kemi mund të ligjërojmë dhe të kumtojmë duke përdorur vetëm folje, fjali fjalore, pa futur as parashtes, as ndaj shtes, ne kthehemi në pjesë të jashtëzakonshme. Ja do më lejosh të them vetëm dy gjëra që më pëlqyen pafund dhe që unë i ndava kur pa e ditur që do bënim këtë lloj bashkë bisedimi, po që më pëlqeu që ti promovoja kur thuhet bëhet fjalë për gjuhën shqipe. Bëhet fjalë për gjuhën shqipe dhe bëhet fjalë për gegnishten. Gegnishtja është shumë e bukur. Që është një gjuhë e cila nuk e di lë perla. Ka një aftësi, një diapazon të gjerë mundësie për ta shprehur diçka. Dhe veprat më të bukura tani le ta pranojmë janë shkruar në gegnisht. Sepse është poetike. Jo vetëm që është poetike, po është një gjuhë që ajo të godet. Po gjej tani, po të mundohem që ta gjej gjatë kohës që ne do flasim. Është e vështirë të bësh një poezi po aq të bukur në toskërisht se sa në gegnisht. Ama, shiko, ka një gjë. Edhe do doja një koment nga zyshnora. Besoj e keni vënë re ata që për shembull janë nga jugu, po marr nga Vlora edhe kur bëjnë rap. Ata që janë nga Vlora. Bëjnë rap në gegnisht. A duket normale e këndshme kjo? Pas me mujt, me ken, me i than, me ardh, me qen pran. Pra pas me mujt. Të gjitha janë folje. Me ken, me i than, me ardh, me qen pran. Nga Luigi Gurakuqi. Këto janë në gjuhë përcjellore pjesore. Pra janë 7 folje rresht, pas një emër, mbi emër andaj folje, një fjalë që zgjindet dhe as mund të krijohet në asnjë gjuhë tjetër përveç se në gegnisht. Jashtëzakonshme. Sikur vetëm për kaq vlerë dhe për vlera të tjera, ajo duhet futet në top listën e gjuhëve të cilët kumtojnë nëpërmjet foljes pa krijuar asnjë lloj varësie të fjalëve të tjera, por ndërkohë ti e merr kuptimin e plot dhe e merr kuptimin kështu fundor, sepse është e thellë në mënyrën si thuhet dhe është shumë e qartë në mënyrën se si kumtohet. Ne fatkeqësisht nuk e përdorim gjuhën me kujdes. Që do të thot? Që do të thot ne nuk e lakojmë, nuk e latojmë, më fal. Nuk e përpunojmë, nuk e përdorim me dashni, me dashuri, por e përdorim si konsum. Gjuha në fakt nuk është konsum. Gjuha është identitet. Ke dëgjuar kur thua te ai filmi i famshëm kur thotë sa bukur ke fol më i hall.
Është ai humori që bëhet në filmat shqiptar të asaj kohe, tregon që kur ti flet bukur, të gjithë të dëgjojnë. Të flasësh bukur do të thotë gjuhën ta përdorësh me intensitetin e saj, ta përdorësh me zërin e saj, ta përdorësh me melodinë e saj. I keni dëgjuar kur flasin në parlament, për shembull, po të dëgjosh Zekinen të Zëfrika, për te fjalëve boshe që flet, për te fjalëve pa kuptim se nuk i kupton vetë, dhe kjo quhet analfabetisëm funksional, ajo ka të tingullin e zërit që të acaron. Si ata që dalin aty ke rruga dhe bëjnë ta 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 ta. Është një tingull që të trëmb. Nuk është tingull që të ofron. Dhe është fatkeqësi shumë e madhe që individ që marrin përsipër të bëhen zëri i popullit, nuk bëjnë kurs. Po, e ka kurs komunikimit për publik. Për mënyrën se si komunikohet në publik, kurse si përdoret zëri, ka Arieta Dhimën. Të shkoj ke Arieta që është një perë dhe që e kemi shumë gjanë. Të shkoni djemë dhe vajza që keni ndërmend për të marrë me politik. Bëuni zëri i fuqishëm, në fillim përpunoni zërin, pastaj mendimin dhe dilni se thuhet. Nëse forma dhe përmbajtja janë unitet, përbën kryevepër. Në të kundërt, do ktheheni në komik, në tragjik dhe në meme. Zgjedhja është juaja. Kjo e fundit sa më e përhapur. Memja, është bota e internetit, teknologjia, rrjetet sociale, akses kudo, kështu që është plotësisht e kuptueshme. Një pyetje për politikën me që ishim aty. Pse e lat ju politikën? Nuk e la shumë politikën. E la politikën? Jo, mbarova ciklin. Unë mendoj që në politik çdo kush ka një cikël. Unë kam hyrë në vitin 1997, atëherë kur luftohej, hyra sepse besoja që të gjithë duhet t'jepnim kontribut dhe sidomos nënat, gratë dhe mamat e reja për fëmijët dhe për të ardhmen e tyre duhet t'jepnin kontributin në politik. Pasaj në 2002, kur u zgjodha kryetare shanseve të barabarta, kuptova që të bësh politika gjinore dhe t'japësh shansin grave dhe vajzave që të jenë luftëtare, duhet që ti t'jesh në vijën e parë. Në të kundërt, është ai perimi që thuhet, bëni si them unë, po mos bëni si bëj unë. Kur hyra në politik, isha idealiste dhe dola si idealiste, jam munduar të mos bëj faje, me koshiencë dhe pa koshiencë, mund të kem bërë ndonjë gabim, po e sigurt që nuk e kam bërë me paramendim apo prapamendim. Kam bërë ca gjëra të mira dhe ja di vetes për vlerë bërjen e ligjit të barazisë gjinore në 2008-ën, më pas në fakt ka qenë 2006, pastaj u përpunua në 2008-ën, për bërjen e ligjit të arsimit parauniversitar në 2009-ën, për futjen e mësues vendimës për herë të parë, për futjen e rolit të psikologut për herë të parë në shkolla, për kurikulën e re që kisha bërë përpara vitit në 2009 kur isha zëvendësministre për herë të parë me profesoret e Mrukën që ishte ndoshta nga ministrat e vetëm dhe Merita Petron bëm librin e parë për letërsinë moderne që ishte alternativa e parë. Pastaj i kam dhënë hapësira të mëdha shoqërisë civile, jam shumë e kënaqur që vura kuotat për herë të parë për romët dhe egjiptianët dhe jam e lumtur që sot kam takuar shumë nga ata që kanë mbaruar arsimin e lartë, ashtu siç edhe për të gjithë shqiptarët që kanë jetuar në Kosovë, sidomos në Preshev, dhe për këtë jam prapë shumë e lumtur. Pra kam bërë ca gjëra shumë të mira që ja di vetes edhe stafeve me cilët kam punuar dhe besoj që në të gjithë aktivitetet e mia dhe në të gjithë krijimtarin time apo në të gjithë kontributin tim, mendova që në politik kam qenë në rreshtin e parë, asnjëherë nuk jam tutur nga përballja. Ju e mbani mend shumë mirë që sot e keni shumë të vështirë të merrni një ministër apo një zëvendësministër të vi këtu ke ju sepse duhet marrë leje. Është e vërtet kjo. Kurse unë s'kam pasur nevojë për leje sepse unë besoja ke ajo që bëja, edhe kur merrja kritika më dukej normale sepse njeriu është si puna e ushqimit, po hëngre buk do bësh edhe thërrime dhe ti normalisht do marrësh dhe kritika, po për një gjë ju garantoj që sot që kam mbyllur ciklin politik, pasi mendova që pas 28 vitesh
duhet ja lë vendin të rinjve dhe duhet bëhem një mentore e mirë e tyre për te edhe gjërave të mia personale që lidheshin me shëndetin tim. Stresi më i madh që kam jetuar në jetën time ka qenë politika. Dhe kam kuptuar që sa e vështirë është të gjykojnë dhe të paragjykojnë. Që do të thotë, njerëzit e kanë shumë të thjeshtë të thonë që ti nuk di ose ti e ke gabim. Po ndërkohë nuk bëhen pjesë me ty që ta bëjnë ndryshimin. Presin nga ty dhe thonë, "Ha, çfarë po bën ti?" Ndërkohë që ti je një, je thjesht një zë që mund të punosh fort dhe ke vendosur jo vetëm veten tënde, por dhe familjen tënde në interes të njerëzve. Dhe një herë më kujtohet që dikush më tha, "E çfarë ke bërë ti?" I thash, "Po ti ç'a ke bërë?" Unë kam qenë në rreshtin e parë, në vijen e parë, vura emrin tim, të familjes time nuk kisha nevojë për ta bënë, po besova kjo gjë dhe jam besim plot. Po ti thjesht që duar troket ose kritikon, çfarë ke bërë? Pra, janë dy momente shumë të rëndësishme që e bëjnë njeriu edhe më të përkushtuar, por edhe më të përulur, sepse kupton që njeriu është i dënuar me lirinë e tij. Një jepi. A kishe pyetje? Bëje. Po se s'ka lidhje me politikën. Jo. Okej. Edhe kjo imja s'ka lidhje me politikën. Po dua vetëm një emër si përgjigje. Një autor shqiptar, shkrimtar shqiptar, që mendon që nuk është vlerësuar sa duhet në kohën e tanishme, në historinë e Shqipërisë. S'është një janë shumë. Po një dua. Do më thënë, është me thjesht të më thuar shumë se sa një. Po. Patjetër gjithmonë ai është. Po, se do më dukej sigur nuk do isha shumë e ndershme me të tjerët. Jo, nuk po vlerësojmë kush është më i miri në këtë rast. Jo, e qartë. Mendoj Pyetja ka të bëjë me një autor shqiptar që ty të ka gricur shpirtin, po mendojnë që nuk është vlerësuar sa duhet në këtë sens. Për shembull, një nga njerëzit që mua sigurisht ai ka qenë figurë shumë e madhe, po që tani nuk rjepet, është Bedri Dedja, që është themeluesi i pedagogjisë dhe psikologjisë dhe që kemi shumë nevojë ta risjellim sepse veprat e tij në të gjithë krijimtarinë për fëmijët janë perla. Dhe nëse do t'i referoheshim akademive ndërkombëtare, ju do lexoni gjëra të jashtëzakonshme. Po si duket, para viteve 90 është ajo aradhe atyre njerëzve të cilët i shohim që i përkasin asaj kohe, ndërkohë që ai ka qenë një mendje shumë intelektuale, por njëkohësisht dhe demokrate. Pra, ka qenë njeri demokrat dhe unë kam patur fatin që e kam pasur udhëheqës të temës time të diplomës atëherë, kur temën time të diplomës e bëra për tregimet e Nasi Lerës, që dhe ky është një personalitet tjetër, i cili ka një krijimtari fantastike dhe përshëndes shumë Nasin se është është një penë e jashtëzakonshme. I mbaj mend nga leximi i 8 vjeçares, sheku i të kaluar dhe nuk i mbaj mend që të jenë përsëritur më në sferën publike si shkrimtar. Në fund fare, në një dhomë ku nuk je ti prezente, si do doje të flisnin për ty? Si ta duan ata. E morët vesh apo jo? Keni të drejtë të thoni çdo gjë, keni të drejtë të thoni gjithçka, por vetëm një gjë, bëjeni me zemër dhe hyni në lëkurën time. Nëse doni të më shani, bjermëni, se në parimet e japonezit, në fund të vitit, shkohet në një dhomë, vendoset njerëzit që si do dhe merret me një shigjet dhe i godet për të nxjerrë të gjithë të keqen. Nëse mendoni që me këtë rrëfim ju kam dhënë një dritë tjetër për të hampur, thoni fjalën e mirë, është bekim shumë i madh për mua dhe falënderim. Po nëse nuk thoni asgjë, por rishtazi e dëgjoni këtë podcast, besomeni që ju nuk do bëni gjë tjetër vetëm se
do lëmoni shpirtin dhe do mprehni mendjen për 2026. Nuk e di për ju, po me mua është e sigurt që kjo gjë do ndodh dhe ka ndodhur gjatë këtij minutazhi. Ne nuk dim si të falenderojmë dhe në fakt kemi shumë falënderime për të bërë zëshnore, po gjejmë mënyrën tonë duke të dhuruar këtë bilet dyshe për në Cineplex, mund të zgjedhësh ti ndoshta me Solen kam përshtypje, për një film që dëshiron kur do herë që të dëshirosh. Unë do ta ruaj dhe do ta gjej, nëse është film romantik, do shkoj me bashortin tim. Okej. Nëse është film për fëmijë, do të jap Soleit, shkoj me babin e vet ose me mamin, me këtë doj ajo. Nëse asnjëri as tjetri nuk do ta konsumoj, ju siguroj që do t'ja jap ndonjë miku apo mikeshe, sepse unë dua që jo vetëm mund të jem mirë, po dhe miqtë dhe mikeshat e mira të jenë mirë, se kur jemi të gjithë bashkë kemi mundësi ta bëjmë jetën më të bukur. Dhe më mirë se kaq nuk e mbyllim dot këtë podcast ditën e sotme. Zyshnore, faleminderit shumë që gjetë kohën edhe erdhe këtu për të na qetësuar edhe shpirtin, po edhe për të na pasuruar mendjen. Nuk e merrni me mend se sa terapi e mirë ka qenë kjo për mua dhe unë ju falenderoj pafund, kam qenë në shumë podcaste, po këtu ndjeva në lëkurën time. Okay. Dhe kjo është fal merit të suaj, sepse jeni përtej qenies njerëzore, jeni dhe qenie humane dhe frymoni bukur. Dhe unë dua në fakt që ta marr të gjithë mirësitë, të falenderoj ata që na ndjekin nga radio e makinës kur kthehen nga puna apo kur dalin në mbrëmje, na ndjekin në YouTube, na ndjekin në rrjetet tona sociale dhe t'ju them që shumë faleminderit, sepse fal ndjekjes dhe vlerësimit tuaj ne kemi mundësi që ta bëjmë punën tonë më të mirë dhe të japim më të mirën për ju pikërisht. Tani ka ardhur momenti t'ju përshëndesim për këtë të mërkur, por siç e dini, takimi i radhës është të mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Uroj ta keni shijuar dhe jam e bindur që po, mos harroni rripin e sigurimit deri puntatën e ardhshme, kalofshi mirë. Mirupafshim. Kino te kënso, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon.